Përshëndetje, përshëndetje një dashi, të më thoni dhe mua qikësën me vones, s'ka rëndësi, më mirë, mos sa kuri të më sa gjëje. Kjo është java juaj e re, mos harroni keni parashikimet e gjithë muajt, mund të orientoheni dhe në bazë të tyre, ju lutem shumë. Megjithatë me që jeni mësuar dhe nuk dua t'u aprishat rutinën tuaj të përjavshme, ja ku më keni. Ja ku më keni për të analizuar dhe njërë këto tipare të kësaj jave për ju. Nuk harroni dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290 për sa i përket ditës së sotme. Kujdes me aventurat. Domethënë, duket shumë qartë që keni dëshirë për të ikur, për të udhëtuar, për të shkëputur ndoshta për një farë periudhe nga gjithë rutina juaj, po provoni gjëra të reja, dhe këto kanë fjalë për eksperienca të reja, megjithatë me kujdes. Asnjëherë nuk i dihet se çfarë del përpara, çfarë e paparashikuar është, dhe duke qenë se jeni në një gjendje që thjesht doni të argëtoheni, kujdes mos t'i bëni keq vetes. Sido që të jetë në vija të përgjithshme, përveç faktit që edhe mund t'u gjej sot dita në udhëtim sipër, ose thjesht në një shkëputje të vogël nga rutina e përditshme, themi se jeni në fazën që po nisni diçka të re, nuk e keni nisur ende, jeni duke e menduar. Dhe perspektiva është për të arritur ato çka duhet. Thjesht lutem shumë, mundoni me që jeni duke e nisur të gjën e re, ta analizoni mirë. Jeni në kohë siç po e nisni, ta analizoni që në fund çdo gjë t'ju shkojë shumë mirë. Pra, favorizojnë sot udhëtime, shkëputje të vogla, eksperienca të reja që si keni provuar përpara po jepni një mundësi, dhe në përgjithësi, do të them eksperienca të reja e kam në çdo fushë të jetës, por faktori fat ju do, sido që të jetë. Thjesht mundoni që të jeni preciz në ato gjë që kërkoni dhe si doni t'i arrini sot. Nesër dita e martë, tani këtu çfarë të themi? Këtu ka të tjerë prej ju, sepse nuk dua të shumë përsëritem, por e kemi thënë që jemi gjithë njësoj. Atëherë, dita e martë sjell përfundim të një marrëdhënieje në çift, ose të paktën si të thuash, ose rikthehen kujtime, ose kuptoni që më nuk kemi ku të vazhdojmë, nuk vazhdohet më, nuk shkohet më tutje dhe pranojmë situatën ashtu sikurse realisht është. Pra keni zhgënjime për sa i përket dashurisë ditën e martë, ose sepse këto janë situata të krijuara në një të kaluar të caktuar që ju s'e pranoni dot dhe thirreni ta pranoni tani, ose sepse thjesht këto janë situata me të cilat përballeni pikërisht ditën e martë. Çfarë të bëjmë tani? S'kemi çfarë të bëjmë. Çfarë është për ti ku le të ikë, e tham, ky muaj i tillë është. Për sa i përket ditës së mërkur, kjo është e bukur. Ktu tregon fat. Ktu lëreni fatin t'ju çojë atje ku ka menduar t'ju çojë. Pse? Çfarë do lloj rruge që ndiqni, çfarë do lloj iniciative që ndërmerrni, cilëdo persona shfaqen në rrugën tuaj, vinë për më mirë, vinë për t'ju çuar atje ku normalisht duhet të shkoni. Ktu kemi të bëjmë me vendime që kanë të bëjnë me lëvizje, shpërngulje, ju dalin shumë mirë. Persona që vinë për t'ju ndihmuar për të stabilizuar një situatë në jetën tuaj që përsëri del shumë mirë. Çdo lloj bashkëpunimi, marrëveshje që bëni gjatë ditës së mërkur përsëri ndërton fatin tuaj afatgjat, për më mirë dhe për më shumë, dhe nuk di çfarë të them më shumë se kaq, sepse thash çdo rrugë, çdo person, çdo moment dhe çdo gjë që mund të duket thjesht një rastësi, as pak rastësi nuk është momenti që po ndërton të ardhmen tuaj dhe thjesht lërini të bëj punën e vet, ju lutem, mos e kundërshtoni atë që po vjen. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte, kujdes këtu. E para njëherë këtu jemi në, nuk do të thosh tamam bashkëpunime, jemi në atë fazën që ju po bëni pjesë e një grupi të ri njerëzish, individësh, mund të jetë një ambient i ri pune, mund të jetë një grup i caktuar njerëzish, individësh në të cilin ju do mendoni të bëni pjesë ose kërkon që ju të bëni pjesë në të, por sido që të jetë, le të themi që për sa i përket ditës së mërkur ka një tipar shumë të thjesht që duhet ndjekur dhe nuk duhet dalë prej kësaj gjëje. Bashkimi bën fuqinë. Do me thënë së bashku krijojmë atë që quhet realizim në grup. Kështu që dëgjoni çfarë të tjerët ju ofrojnë, bëuni pjesë e asaj gjëje dhe nuk do dilni të humbur. Dhe po, dita e enjte mund të sjelli edhe takime me miq, shok, shoqëri që keni kohë pa i takuar. Dhe mos qoftë se keni një kohë të gjatë që ose ju jetoni jashtë dhe ktheheni në rrënjët tuaja, ose këta persona kthehen, por që sido që të jetë, nuk është vetëm kjo, fakti që takoni persona që keni kohë pa i parë, me këta persona diskutoni dhe për realizime të tjera afatgjatë. Do të thonë
sjellin një farë ndryshimi në jetën tuaj dhe po favorizohet shumë puna në grup. Ditën e njëjtë. Për sa i përket ditës së premte, ditën e premte ju lutem shumë mos bini pre e kujtdoj që ju thot këtu ecet, kjo është rruga e dur, më dëgjon mua se nuk do më mbasesh, jo. Mos ecni të mbyllur, dëgjoni intuitën tuaj, ju nuk keni dhe persona që merrni dhe të thuash urdhra nga të tjerët apo dëgjoni të tjerët, por duke qenë se ky është një moment që kaotik, me thënë të drejtën, edhe mund të gaboni. E para, kujdes arrogancën e u thash të parashikimet e muaj ku a them akoma jeni në shenjat që dënoheni për këtë gjë. Pra çfarë do gjë ka të me egocentrizmin, arrogancën, impulsivitetin e tepruar dhe gjëra të tilla, egon e sëmur me pak fjalë, që nuk ju lë ta shikoni pamjen ashtu siç është, por ju udhëheq përmes mirës, ndjesive negative, për të mizotëruar tek të tjerët, atëherë do dënoheni keq dhe kështu është dita e premte. As mos lejoni të tjerët ju marrin të vendosin që është okaqe dhe as juve vetë mos u bëni shumë të fiksuar pas ideve tuaja, pa dëgjuar se çfarë të tjerë ju thonë, se në të dyja rastet humbisni. Okej, kështu që me kujdes të lutem shumë. E hënë e martën kurrejtë e premte them. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë dikush nuk e di, por që bëni kujdes sepse idet tuaja nuk do merren parasysh. Në qoftë se jeni duke mbrojtur një të vërtet që dikë e rrezikon, atëherë ai dikushi do ju vihet kundër dhe do kërkoj t'ju ambyllit çika të gojën. Dhe ku vihet re kjo? Kjo vihet re edhe në marrëdhëniet tuaja në çift, në qoftë se njëri është prepotent mbi tjetrin, edhe në bashkëpunimet tuaja, që në qoftë se ju keni kuptuar diçka dhe duhet ta ekspozoni atë person në sy të tjerëve, do ju thot, "Ej, a varse jam unë këtu", do me thënë çfarëdo gjë ka të bëjë me një punë krijuese që vë në rrezik interesin e dikujt. Dhe çfarëdo gjë e vë në rrezik interesin e një personi që qëndron mbi ju, atëherë po do keni dhe kërcënime, do kërkojnë dhe tua, sa thuash, sekuestrojnë punën tuaj, e shumë, edhe ta blejnë pse jo heshtjen tuaj. Kështu që bëni kujdes, ama në qoftë se kjo e vërtet që ju po mbroni, që mund të jetë brenda familjes, mund të jetë në shoqëri, një e vërtet që ju e dini, është aty sepse duhet të ndryshoj jetën e personave të tjerë që përfshihen në këtë histori, atëherë vazhdoni. Vazhdoni dhe mos hani pyp, sepse sidoq që të jetë në fund fiton ai që është me të vërtetën dhe jo ai që ecën me gënjeshtra. Ky muaj ekspozon ata që janë gabim, dhe nëse ju keni të drejtë, vazhdoni. Dhe për sa i përket ditës së diel, këtu kemi ndryshimin e pa mohueshëm. Çfarë do të thotë? Një vendim që merrni aty për aty, iki, mbaroj, nuk dua më të vazhdoj këtu, nuk më pëlqen më ky vend pune. Një e vërtet që thuhet dhe plas bombën. Ashtu është dita e diel, ama sido që të jetë bashkë me këtë shpërthim, vjen dhe një mundësi më e mirë realizimi, atje ku normalisht themelet duhen shkundur. Që mos keni frikë nga ndryshimet, ju sido që të jetë jeni të parët që e pranoni ndryshimin dhe ecni përpara, vazhdoni me çfarëdo gjëje del në rrugën tuaj, nuk ju vjen për keq. Përshëndetje një demit, ja ku jemi përsëri edhe këtë javë, me vonesë, por nuk kemi çaj bëjmë, tani ka ndalë dhe gjëra që si kemi në dorë. Sido që të jetë ja ku jam, them parashikimet e javës për shenjën tuaj, për parashikime personale më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Parashikimet e muajit i keni një pjesë këtu në TikTok, po gjerësisht i keni në YouTube Zodiakor, po merreni mundimin, nuk ju del për keq, ky është një muaj që do dëgjuar realisht. Tani, përsa i përket ditës së sotme, nuk e di përse keni atë nevojën e madhe të shkëputeni nga të gjitha, keni nevojë të fokusoheni tek vetja juaj, po përgatisni me të vërtet gjëra të rëndësishme, dhe është e vërtet kështu është, me të vërtet dhe nga aspekti astrologjik shu i bie, por që ky është një moment që sot duhet të mbroni interesat tuaja, sigurisht askush nuk mund të di se çfarë planifikoni juve për të ardhmen, vazhdoni me këto planifikimet tuaja sepse nuk ka për t'ju dalë për keq, por kujdes, kur të vi momenti që duhet të zgjidhni se kush qëndron dhe kush largohet, aty mundohuni të bëni zgjedhjen e duhur. Në rregull, kështu që këtu mbroni territorin tuaj. Sot jeni duke mbrojtur territorin tuaj dhe çfarëdo gjë i vë në rrezik është e dënueshme, por që jeni duke përgatitur gjëra të mëdha, kjo është vetëm një gjë e sigurt. Në momentin le t'i dini vetëm ju. Kur të vi momenti që ta marrin vesh të tjerët,
kjo do vi pak më vonë, por që sot thjesht po përgatiteni për diçka të madhe, po ngroni interesin tuaj sot në punë, në familje, në shoqëri, në çfarëdo gjë që interes personal vetjak, në një mendim që është i juaj, çon si ka. Për sa i përket ditës së martë, një ëndër ka mundësi të bëhet realitet, në qoftë se kapni momentin, pra çdo gjë varet nga momenti. Jeni në vendin e dur me personat e dur, një fjalë që mund ta përdorni në favorin tuaj, një mundësi që u jep edhe thoni po, direkt, domethënë çdo gjë do varet nga mobiliteti juaj. Sa të aftë do jeni të kapni momentin. Kështu që mos u allakasni, mos i lini gjërat ju ikin dhe t'ju shkasin nga duart. Nesër vendosmëria dhe të qenë të pranishëm në atë moment deciziv bën edhe diferencën në jetën tuaj. Sido që të jetë keni parasysh një gjë. Ashtu sikurse kjo mundësi vjen, ashtu edhe ikën. Dhe nëse nuk e kap në momentin e dur, zëre se ndes dhe u shua po në të njëjtin moment. Pra varet nga disponibiliteti juaj dhe aftësia juaj për të kapur momentin pra. Tani, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që duhet të bëni shumë kujdes me çfarëdo lloj situate del jashtë kontrollit në të mitën e sekondës. Do me thënë këtu kujdes fjalët tuaja, kujdes si menaxhoni situatën, kujdes të mos përfshiheni në debate dhe situata që nuk tregojnë se ka rrezik, por në fakt mund të kthehen në një rrezik shumë të madh. Pra një fjalë vetme, një gest i vetëm, një shpërthim i vogël i thjesht mund të rezultojë në një shpërthim shumë të madh që gjë se çfarë nxjerr pastaj në sipërfaqe, gjëra të mbyllura, të supresuara prej shumë kohësh që nuk mbajnë më. Me kujdes nëse nuk duhet të sillni katastrofë në jetën tuaj dhe qëndroni jashtë çdo lloj situate që mban era barut. Kujdes me ditën e mërkur. Për sa i përket ditës së enjte, këtu deklaroni pavarësinë tuaj ndaj çdo situate që ju ka mbajtur deri më tani sklever, si të thuash në thonjza, ose nuk ju ka lënë të jeni të lirë ashtu sikurse ju keni dashur të jeni. Kështu që ju fola për ditën e mërkurë dhe ju thash barut. Po ju flas për ditën e enjte dhe po ju them që çfarëdo situate sjell dita e mërkurë, luftoni ditën e enjte për pavarësinë tuaj, se do ishte kjo shkëputja nga një marrëdhënie dështuar, se do ishte shkëputja nga një vend pune që nuk ju përmbush më, se do ishte shkëputem nga një marrëdhënie toksike që më ka marrë frymën dhe më ka ulur kokën prej shumë kohësh, si ka jeni të pavarur. Po luftoni për pavarësinë tuaj dhe i bie që e arrini atë dhe më në fund shijoni pak liri pas shumë kohe. Po që kujdes, sepse jemi në një fazë që lojrat e pushtetit janë aty. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte favorizon çdo gjë që ka të bëjë me punën mendore, një ide, një mendim, mënyra se si e komunikoni, kujt ja komunikoni, sjell vërtet suksesin në jetën tuaj. Pra çdo gjë ka të bëjë me vendos, analizoj, krijoj dhe pastaj shes atë ide ashtu sikurse duhet të shitet në mënyrë që të kemë përfitimin maksimal. Kush favorizohen më tepër në lidhje me këtë gjë? Kushdo i përket kësaj kategorie njerëzish. Kushdo është një mësues, është një mentor, është një udhërfyes, është një avokat, është një kirurg, pra është në mjekësi, është në sistemi ligjvënës, është në mësuesi, ose për cjell informacionin, pra është në gazetari, duket se ka për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm në punën e vet dhe në vendimarrjet e veta gjatë ditës së premte. Pra ju duhet të merrni vendime shumë të rëndësishme në lidhje me punën tuaj dhe mos harroni që puna juaj ka efekt të drejtë për drejtë mbi shumë njerëzish. Kështu që me kujdes çfarë vendimesh do të merrni. Ato vendime që duhen marrë me precizion, duhen marrë me vendosmëri të lartë dhe keni parasysh që në duart tuaja ose në ato vendime që merrni qëndron ose shtrihet jeta e njerëzve të tjerë. Edhe në martë të mërkurejnte e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ecim, lëvizim, shkëputemi, domethënë është momenti ku largoheni nga një situatë e caktuar dhe filloni eksperiencë e re jete, le ta themi kështu. Mbaron gjithçka nuk ju nevojitet më, nuk ju shërben më, nuk është më për ju. Kështu që avash po ecni dhe po shtroni në jetën tuaj rrugë të reja,
jeni në kohë për ta realizuar pikërisht këtë gjë, ma do thosha jeni vonuar pak, sido që të jetë, ecni me rjedhën e gjërave, çfarëdo lloj gjë po vjen e re në jetën tuaj, mos e kundërshtoni, po vjen për mirë dhe ju hap rrugë të reja realizimi. Ju nuk para e doni ndryshimin, me thënë të drejtën, por ky është ndryshim i paevitueshëm, nuk duhet i rezistoni, po i rezistuat gaboni, thjesht ecni me rjedhën e gjërave dhe çdo gjë shkon ashtu sikurse duhet të shkojë. Pra lëreni ditën të drejtojë atje ku ka për t'ju drejtuar. Asnjë gjë mos kundërshtoni, lëreni thjesht të bëj punën e vet dhe t'ju çojë në rezultatin final që po përgatitet për ju. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel keni besim tek universi, ju kthen në origjinë, do me thënë, çfarëdo gjë nuk e keni kundërshtuar, çfarëdo gjë e keni pranuar, çfarëdo gjë e keni thënë mirë se erdhe, çfarëdo gjë qoftë, ju sjell një realizim shumë të bukur, ose tenton t'ju çojë det asaj rruge, po ta kuptoni këtë gjë ditën e diel. Dita e diel është një ditë hynore, do thosha për ju, çfarëdo gjëje që ka të bëjë me ekstrasensorialen është në jetën tuaj, se do të keni ndriçim truri, do të keni ndriçim shpirtëror, do të keni ndjesinë e përkatësisë, se di se ku e kam vendin dhe këtë kam kërkuar gjatë gjithë kohës dhe e gjeta, çon si ka këtë gjë ju sjell dita e diel dhe thojni po punës krijuese, diçka po lind prej jush dhe është fenomenale. Keni parasysh të gjë ndryshon jo vetëm jetën tuaj, po dhe jetën e të gjithë personave që ju rrethojnë dhe ndoshta edhe më tej se kaq. Përshëndetje jemi binjakve, ja ku jemi përsëri dhe në këtë javë të re të muajit gusht. Këto janë parashikimet e javës për shenjën tuaj, një javë që shfrytëzojeni sepse për mirë ju del dhe në përgjithësi muaji është i favorshëm për ju, me përjashtim të fundit të tij. Sido që të jetë, me që po ju flas rreth analizës së muajit, parashikimet e muajit i gjeni të plota në YouTube Zodiakore. Për fragmente keni tek në TikTok. Për të rezervuar pas takimin tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së sotme, dita e sotme thot dilni, argëtoni, shijoni jetën. Kujtoni se nga erdhët, çfarë dëshiruat, me çfarë ëndre e nisët këtë jetë. Dhe për çdo prej jush që ëndrën e ka lënë në sirtar, sot dita sjell ide, sjell frymëzim që do të çuteni dhe vetë me veten tuaj do thoni ua, po pse pikërisht tani po mendoj gjëra që kisha thënë u iku koha. Jo, nuk u ka ikur as pak koha. Sot me këtë liri që keni, që mbase thjesht sepse jeni në një diku pranë detit, në mal, nuk e di se ku jeni, po merrni këtë lloj frymëzimi, nuk është i rastësishëm. Çfarëdo lloj gjëje sot rilind në mendjen tuaj ose rikthehet në mendjen tuaj si një vizion i së kaluarës, shënd si ka, është e ardhmja juaj, besoni. Sot jeni të lirë të bëni çfarë të do qefi dhe përmes kësaj lirie, pse jo të ndërtoni dhe të ardhmen tuaj, kujdeseni. Kjo e ardhme për të cilën po ju flas. Presupozon që diçka do të iki, kështu që ndajini mirë gjërat në mendjen tuaj. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë sjell informacion. Informacion që në qoftë se shfrytëzoni ashtu siç duhet, dhe ligjiti në favorin tuaj. Pra, ka të bëjë me mesazhe, ka të bëjë me informacion, ka të bëjë me punën kërkimore, ju ndoshta i futeni një kërkimi të caktuar, derisa të arrini në thelbin e gjërave, se do jetë kjo në jetën tuaj personale, nëse mendoni se dikush ju ka mbajtur një sekret, apo se ka të bëjë me zhvillimin tuaj, apo se ka të bëjë me punë kërkimore shkencore që vlen në punën tuaj dhe normalisht jeni në këtë, si thua, linjë gjërash, se jeni investigator dhe i futeni një investigimi për të arritur në produktin final, të gjitha këto ju favorizojnë kushdo është mësues akademik i lartë. Dhe po sjell diçka të re, një studim të ri, kushdo merret me punë kërkimore në vija të përgjithshme, kushdo është autor, favorizohet gjatë ditës së martë, nuk e di se çfarë po krijoni në njerëz të dashur, por ka për të qenë me të vërtet shumë e dobishme dhe për ju, po dhe për masën. Kështu që vazhdoni se ju del shumë mirë. Dhe e vërtet, ky muaj favorizon shumë shkrimtarët dhe punën krijuese në total, në përgjithësi. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur favorizon kontrata të rëndësishme afatgjata. Do të thënë këtu jemi në betohemi se të jemi bashkë për gjithmonë, nuk do e trahtojnë njëri tjetrin. Pra këtu merrni një vendim të rëndësishëm për sa i përket vazhdimësisë së një marrëdhënie në çift, por edhe të një bashkëpunimi shumë të rëndësishëm që si del shumë mirë. Shumë mirë ka për të dalë. Por juve që ende nuk e keni gjetur personin e jetës,
kujdes ditën e mërkurë, se nuk i dihet kurse çfarë fati sjell në jetën tuaj. Përsa i përket ditës së enjte, këtu jemi këtu favorizohen kushdo prej jush merret me rregullime, riparime, jeni teknik, jeni ndërtues, gjëra të tilla domethënë favorizojnë, puna juaj favorizohet më saktë gjatë ditës së enjte dhe fitimet prej punës tuaj janë shpërblyese, goxha shpërblyese do thosha. Shumë prej jush që jeni akoma duke menduar se me çfarë do të angazhoheni, cili do të jetë profesioni juaj i radhës, i ktheheni një profesioni të tillë pra, diçka që është praktike, diçka që ka të bëjë me ndërtoj, rikrijoj, pundore, gjëra të tilla domethënë. Juve që jeni akoma pa menduar, pa e vendosur se çfarë do të bëni, pra jeni universitet apo aspekti, do të thotë një studim profesional, shkollë profesionale, s'po më edhe fjala. Por ka dhe plot prej jush që ndërkohë që e keni një punë fikse, do merren dhe me diçka të tillë dhe nuk përjashtoj dhe mundësia që nëse ka diçka që nuk shkon me shëndetin tuaj, ta ktheni vëmendjen aty, domethënë të rishikoni dhe njerëz se çfarë mund të rregullohet, riparohet, korrigjohet, dhe në qoftë se do dalin situata në shtëpi, të tipit ka nevojë për riparim shtëpia, edhe gjëra të tilla në përgjithësi, me të tilla angazhime jeni ditën e enjte. Keni mundësi të korrigjoni gjithashtu ditën e enjte çfarëdo gjëje ka shkuar keq deri më tani. Përsa i përket ditës së premte, jemi punë në të njëjtën gjë. Dhe këtu tregoni aftësitë tuaja praktike, favorizoheni të gjithë juve që puna juaj u lidh me vegla, të imta, të vogla. Jeni këtu dhe ju teknikët e thonjve, edhe parukierët, edhe estetistët, domethënë këtu përmbledheni që të gjithë. Kështu që dita e enjte dhe e premte me sa duket ka të bëjë lidhet shumë ngushtë me riparimin, me korrigjimin e gjërave, po ta marrim në plan kështu psikologjik, po dhe fizik. Realisht po ka të bëjë edhe me tregoni aftësitë tuaja ose përmes gjërave që prishen dhe thirreni ti korrigjoni ato, ti rregulloni vetë, kuptoni se keni të aftësi të tilla. Dhe shumë prej jush do thoni po mirë, këtë aftësi që unë kam, pse nuk e kthej në profesion? Keni parasysh sepse kshu vete domethënë. Por sido që të jetë, arrini të zgjidhni gjëra, arrini të përballoni me sukses çfarëdo gjë mund të dalë e papritur në punën tuaj dhe ju që jeni tash teknik të çfarëdo lloj gjëje, duket se puna juaj ecën shumë mirë dhe fitimet gjithashtu shpërblejnë ditën e enjte dhe ditën e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, kujdes fjalën. Kujdes fjalës se nuk do e mendoni dy herë dhe këtu i takon tamam ajo shpreha gjua kocka nuk ka, po kocka ty t'i thyen, po t'i bën copa. Kështu që këtu një mendim i shpejt, një fjalë e thënë shpejt, por e pa menduar mirë mund të sjellë probleme. Nga ana tjetër, lën po e njëjta gjë në qoftë se duhet mendimi shpejt, duhet reagimi shpejt. Qëlloni në shenjë, keni mundësi ditën e shtunë përmes fjalëve që thoni dhe targetoni persona që duhet, të qëlloni në shenjë dhe të arrini rezultatin që ju dëshironi. Kështu që me kujdes gjërat, kujdes arrogancën, në qoftë se mendoni se e vërteta juaj është e vërteta absolute, vazhdoni. Por në qoftë se thjesht doni të mbizotëroni tek të tjerët, duke qenë arrogant dhe impulsiv, keni për ta pësuar ju. Prandaj po them, është dykashe kjo gjë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel jeni pjesa më e madhe prej jush do të ndjeni të përhumbur. Dëgjoni intuitën tuaj, për çfarëdo lloj vendimi duhet të merrni, dëgjoni atë çka intuita juaj ju thotë. Dhe besomeni, jeni ndër ato shenja që intuitën e keni shumë të lartë. Jeni persona telepatik. Dhe ajo çka mendoni është si një realitet i krijuar aty për aty, në qoftë se dëgjoni intuitën tuaj dhe nuk i shkëputeni asaj. Kështu që këtu duket se outcome ose rezultati i situatave varet drejt për së drejti nga vendimet që ju do të merrni, mjafton të mos jeni kaotik. Mjafton të dëgjoni atë çka intuita juaj ju thotë, nuk do gaboni. Përshëndetje nga Forës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj, parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle. Dëgjojini me kujdes, është një muaj që nëse do dini ta sistemoni siç duhet, ju del me shumë fitime të mëdha, madje jo vetëm për këtë muaj, po dhe në vazhdimsi. Shfrytëzoni energjinë e këtij muaji, ju del për mirë. Sido që të jetë, më dëgjoni në ato çka i kam thënë, mbani shënime janë të dobishme.
Për sa i përket pastaj rezervimit të takimit tuaj në privat, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së sotme, shpëtoni nga kafazi juaj, ju lutem. Keni shumë kohë që qëndroni në një kafaz të caktuar, aty ku ju kanë vendosur dhe ju nuk guxoni të shikoni që dera është e hapur. Kjo është dhe më e bukura. Do me thonë, jeni në një vend pune që nuk ju takon, nuk ju mban askush me zor. Realisht, po, fillimisht mbase ishit detyruar të vendosesh në këtë pozicion. Por tani çfarë po prisni? Tani dera është gjysmë hapur. Ju pse vazhdoni të jeni aty? Një kjo, dy, mbase është edhe ndryshe situata, mbase vërtet jeni detyruar të qëndroni këtu, por prapë çdo gjë varet nga ju. Kështu që për situata që ju mbajnë të bllokuar, për situata që ju mbajnë të mbyllur, për persona që janë prepotent mbi ju, që mendojnë se u takon ose sa thua e kontrollojnë ata jetën tuaj, që e kanë ndrydhur vullnetin tuaj të lirë, zëri është i lirë si do që të jetë. Dhe ka aftësinë shumë gjëra të ndryshojë. Kështu që mundoni të shpëtoni nga burgu juaj sot, do thosha. Dhe për të tjerë do thosha gjithashtu kujdes. Kujdes se jeni prej një situate nga e cila mund të shpëtoni, por edhe ju vetë e keni bindur veten që shpëtim nuk ka, dhe kujdes gjithashtu sepse nëse ende nuk keni situatë të tillë, dikush po mundohet t'ju fusi në kafaz. Mos e lejoni këtë gjë të ndodhi, ju lutem shumë. Për sa i përket ditës së martë, mundoni të kuptoni që ajo çka ndodhi në një të kaluar të caktuar, ose ajo që mund të ndodhi gjatë kësaj dite, nuk rikuperohet, nuk rregullohet. Çfarë ndodh. Lëreni, vazhdoni përpara. Mos bini pre e ndjenjes së fajit, nuk ka për pendesa, vazhdoni përpara, ecni përpara, ajo çka u bë. Duhet thjesht ta lini të iki. Ndjesia e fajit po ju ha të gjallë, kështu që mos vazhdoni më me gjëra të tilla. Nëse keni mundësi të korrigjoni gjërat në moment, korrigjojeni. Nëse u ka ekur koha dhe ka kaluar çdo gjë, është e kotë të rini më të kapur peg pas të kaluare që nuk ka se si të ndryshojë. Por në përgjithësi do thosha për ditën e martë, kujdes, jeni në kohë për të evituar gabimet që mund të ndodhin ose të shkëputeni psikologjikisht nga dëmi që ju është shkaktuar nga gabimet që janë kryer në një të kaluar të caktuar. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është e gjitha pro familjes. Çfarë do të thotë kjo? Shumë prej jush mendoni se ka momenti për të krijuar një familje. Shumë prej jush po e krijoni aktualisht tani, këto familje, të tjerë po shijoni ato çka keni krijuar, por sido që të jetë ka të bëj me krijoj dhe ka të bëj me edhe sikur ta keni krijuar të jetë plot familja juaj, mund të vi një fëmijë tjetër për shembull. Kjo gjë nuk përjashtohet, shtohet familja, zgjerohet dhe merrni gëzime nga familja në vija të përgjithshme. Juve që fëmijët i keni të rritur, mund të vi dhe t'ju thot mami unë do bëhem babi, ose mami unë do bëhem mami, edhe gëzon gjyshja pastaj, ose për juve që fëmijët i keni në atë fazën që po vendosin të ardhmen e tyre, çfarë fakulteti do të zgjedhin, ose për juve që prisni fëmijët tuaj të emërohen diku, të nisin punë. Të gjitha këto domethënë janë gëzime që i merrni nga familja juaj me pak fjalë, dhe të tjerë që jeni prej kohësh larg prej familjes tuaj, ktheheni në origjinë, domethënë ktheheni, jeni me pushime këtu. Besoj se s'kam falit ndryshe. Nëse keni pas probleme me familjare, e gjeni përsëri rrugën drejt familjes dhe gjërat zgjidhen. Për sa i përket ditës së enjte, mos u allakasni, nëse qëllimet i keni të qarta, shënjestroni në shenjë dhe bum, arritje, realizim. Sa më shumë të mendoheni, aq më shumë mundësi humbisni realizimi. Me sa duket, për të arritur një objektivën tuaj të caktuar ditën e enjte, rëndësi ka të jeni të vendosur. Nuk do jetë lehtë, sigurisht, por që tash dhe njerë dhe po e përsëris, në qoftë se shënjestroni mirë dhe nuk hallakateni tani apo pastaj, atëherë shënoni në shenjë dhe fitimi është i juaj. Mos u hallakasni pra, nuk është moment për të hallakatur, është momenti për të qenë deciziv, preciz, të sigurt për atë që doni të arrini dhe qëlloni në shenjë. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte me çfarë lidhet? Nëse deri tani situatat në jetën tuaj kanë qenë 50/50 të paqarta, nuk keni ditur se ku po shkoni apo çfarë drejtimi po merr një situatë e caktuar në punë, në familje, në jetën tuaj personale, me sa duket gjërat janë stabilizuar. Dita e premtes sjell stabilizim pikërisht atyre situatave që ishin të allakatura deri më tani. Situata ose mendimeve, se mund të ketë të bëjë me mendimet
tuaja, por që nuk ndryshon në situata prej këteje tutje, nuk ka më ndryshime të papritura, fillon edhe stabilizohet, ka stabilitet. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që ju përgatiteni për të ardhmen tuaj, ku do të vendoseni, ku do të qëndroni, do të jetë një shtet tjetër, do të jetë një banesë tjetër, do të jetë një vend tjetër pune, është momenti i eksplorimit të mundësive. Që në qoftë se i bini në të, atëherë e gjetët domethënë vendin tuaj. Më pëlqen që pas ka një detaj, thosë kisha vënë re. Për këdo që do ketë guximin të eksploroj në territore të reja, atëre besoni suksesi është i juaj. Pra, më tepër sukses kanë ata të cilët do të provojnë diçka të re, ose marrin iniciativën dhe guximin për të provuar diçka komplet ndryshe nga ç'mund të kenë bërë deri tani, sesa ata që do ecin prapë në atë rrugën e sigurt të gjërave. Kështu që vazhdoni sepse shumë mirë ka për t'ju dalë. Zgjidhni rrugën tuaj. Por le të mos jetë ajo që keni ecur deri më dje, le të jetë diçka e re, ju del për shumë më mirë akoma. Ne marrim kurrent e premte shtunë. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel është kam nevojë të kuptoj se kush jam në të vërtetë. Domethënë, asnjëherë nuk e shikoj na merr rutina, problemet e jetës dhe gjithçka tjetër dhe harrojmë se kush jemi në të vërtetë. Çfarë potenciali kemi realisht? Do të thënë kjo është një zhytje thellë brenda vetes. Psiqikës së thellë, intuitës, thelbit. Pra, shkoni deri në thelb për të kuptuar se kush jeni të vërtet, çfarë doni, nëse keni arritur dhe si mund të arrini nëse jo. Kështu që është një moment reflektimi, është një moment që pranoni gabime nëse i keni bërë, dhe është një moment që ju jepet mundësia të njiheni me veten tuaj ashtu sikurse jeni në të vërtetë jo siç mendonit se ishit. Dhe prej këtij tutje, nëse e keni fatin e mirë ta takoni veten ashtu sikurse realisht është, atëherë them se këtu lind diçka e papërsëritshme. Këtu takoni hynoren brenda vetes tuaj. Por sido që të jetë, i shkoni gjërave thellë. Ditën e diel do i shkoni gjërave thellë, qoftë edhe për të mësuar diçka që mendoni se ju takon ta dini, qoftë edhe për të zbuluar një të vërtetë, qoftë edhe për gjëra të tilla. Por çdo gjë varet nga ju fuja. Dhe se sa thellë do të shkoni gjërave dhe se sa do të jeni të vëmendshëm për të pranuar të vërtetat që zbuloni gjatë rrugës. Thellë. Përshëndetje shenje Luanit, përshëndetje drama, e teatriciteti dhe e qeshura dhe e qara njëkohësisht e këtij muaji. Pse them këtë gjë? Sepse jeni ju ata të cilët i jepni ngjyrimet tuaja këtij muaji dhe fali jush dramaticitetit tuaj, po dëshirës për të jetuar, po vitalitetit tuaj, po egocentrizmit tuaj, por iritabilitetit tuaj, por narcizmit tuaj, por dhe dritës tuaj, të gjithë të tjerët jetojnë brenda këtij muaji. Po është një muaj shumë i rëndësishëm dhe për ju, dhe sa i rëndësishëm është e zbuloni në parashikimet e muajit në kanalin tim YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj, më shkruani numrin në WhatsApp 069 620 2290, por keni parasysh një gjë, asnjë gjë prej këtij muaji në vazhdim nuk mbetet me njëjtë në jetën tuaj. Dhe kjo jo domosdoshmërisht për keq, që mos të keq kuptohemi, por thjesht siç po e them literarisht, domethënë siç po e them. Ndryshon çdo gjë 100%. Shijojini ndryshimet. Për sa i përket ditës së sotme, sa felin apo jo? Edhe ju felin jeni, po ta mendosh. Egocentrik, po. Narcist, po. Doni t'ju vinë të tjerët pas vetes, po. Ama ngacmoni njerin nëse u lënë reatin tuaj? Jo. Dini të kënaqni nevojat e të tjerëve? Sigurisht, sipas mënyrës tuaj, po sigurisht që po. Kështu që nëse sot është një ditë që nuk jeni të interesuar për asnjë gjë, jeni shumë të fokusuar tek vetja juaj, mirë do bënte njëri të mos ju ngacmonte sot, mos ju binte në qafë. Nëse doni ju të kujdeseni për të tjerët, atëherë është vendimi juaj personal. Por, nëse dikush do vi dhe do detyroj që të jeni me sezon të pranishëm në një situatë, në një event, në një nuk e di se çfarë, në jetën e tyre në përgjithësi, edhe ju shikoj një anë që nuk është mirë ta shohësh, me thënë të drejtën. Nëse u dalin probleme gjatë ditës së sotme, mundoni ato t'i përballoni me qetësi. Mos lejoni njëri të prishë Terezin tuaj sot. Dhe në qoftë se ka persona që më dëgjojnë këtu dhe ja prishni sot qetësinë reatin Terezin Luanit, do ta shikoni si Luan. Nuk ka duan nxjerrë kthetra të mirë.
Përsa i përket ditës martë favorizon shumë daljet, aktivitetin shoqëror, do me thënë, përmes socializimit, me sa duke dalin mundësi të reja, takoni persona të rinj, dalin në pa ide të reja, komunikoni ju ndoshta ide të reja dhe me këtë shkëmbim informacioni dhe idesh, me sa duket lind një projekt i ri, kështu që po socializimit ditën e martë, sepse nuk i dihet kurse çfarë mundësish sjell dhe janë fenomenale, e kam seriozisht. Po, socializimit. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e bëjmë paqe. Bëjmë paqe me të vërtetë, është dita që nuk keni më as nerv, as dëshirë për debate, për acarim, për luftë. Është dita që doni paqe, është dita që doni paqe në jetën tuaj dhe shumë prej jush mund të zgjidhni një pushim momental, të shkëputeni nga çfarëdo gjë është çik tragjike apo është çik trysnuese e gjëra të tilla, arm pushim. Dita e mërkur sjell arm pushim. Domethënë nuk doni luftë, doni qetësi. Por në qoftë se dalin situata të caktuara që nuk ju lën të mblidhni veten të shkretët ju, prapë të njëjtin që do thoni arm pushim. Gjeni se çfarë eklips, edhe mos më thoni tani që janë nuk përkojnë letrat me atë çka normalisht janë të gjitha të lidhura. Çdo gjë është një energji e vetme. Jemi në muaj eklipsi, është në shenjën tuaj? Po, sigurisht. Çfarë është eklipsi? Dy elementet kryesor, mashkullor, femëror, yin yang, pozitiv, negativ, krijoj dhe prish dhe krijoj që do krijohet një gjëre. Kështu që dita e njëjtë sjell tiparet e këtij eklipsi. Por që sido që t'jetë, mundon të kuptoni që bashkimi bën fuqinë. Nuk duhet të zgjedhim se s'bën njërën anë ose anën tjetër, të dyja janë në unison. Kështu që nëse kuptoni pikërisht këtë gjë që bashkimi bën fuqinë, që të dyja duhet të pranohen, që nuk ka dobësi dhe forcë, por janë të dyja bashk, atëre ndryshoni veten tuaj, ndryshoni jetën tuaj, ndryshoni gjithçka. Mundon të kuptoni që çfarëdo gjëje vjen në formën e shkatërimit, në formën e rënojës, e rënimit, në formën e kaosit, sepse i ka këto eklipsi po janë momental, humbet dielli për pak nga jeta juaj, po për pak, dhe hijet që dalin dhe rezultojnë nga errësira sjell një tjetër realitet që duhet të përballesh me to, atëherë le të themi këtu vjen ndryshimi. Është i përkohshëm çfarëdo kaosi vjen në jetën tuaj ditën e njëjtë. Është i përkohshëm, por mundon të kuptoni që duhet të jeni në unison me veten dhe me të tjerët. Asnjë gjë nuk është shumë e mirë apo shumë e keqe. Të dyja së bashku krijojnë një tablo të gjerë që është jeta juaj. Kështu që çfarëdo gjë do të ikë, të largohet, të kuptoni gabimin, të korrigjoheni dhe të risistemojeni, riorganizoheni, lëreni të ndodhi. Çdo gjë janë thjesht të përkohshme dhe po, ditën e njëjtë jeni të thirreni më saktë, të pranoni një të vërtetë që mbase deri vjen nuk doni ta pranoni. Pra do përballeni edhe me të vërteta të pakundërshtueshme, do përballeni edhe me sekrete që dalin në sipërfaqe. Diçka del, domethënë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte ka të bëjë me krenarin, ka të bëjë me statusin, ka të bëjë me unë jam, unë e kam krijuar, unë dua të arri. Pra keni mundësi të arrini një status të ri, po sigurisht që keni mundësi të arrini, kjo qoftë në punë, qoftë në marrëdhëniet tuaja në çift, por kjo predispozon çfarë? Ndryshim filozofie jete. Jo më siç ishit, por siç duhet të jeni. Do me thënë, shembet ai mentaliteti i vjetër për të krijuar dhe për të lindur një mentalitet i ri, ku nuk ka baza ose nuk ka zinxhir që të lidhin, nuk ka formalitete të tepruara. Jeni ata që jeni në të vërtetë. Sido që të jetë është një ditë force, është një ditë pushteti, mund ta lidh shumë mirë edhe me një arritje që keni dhe që ka të bëjë me zyra të rëndësishme e shtetit, pra ka të bëjë me çështje administrative, çështje zyrash, çështje pushteti, që me sa duket arrihet ajo rezultati ashtu sikurse ju e doni. Ajo çka do të ndërtoni tani do të rezultojë shumë gjatë në kohë. Keni parasysh, po ndërtoni një perandori tuaj të vogël, por që me kujdes, ju lutem shumë. E hënë e martë, më kurejnë e premte. Me kujdes që bazat jenë ashtu siç duhet të jenë, këto bazat e reja.
Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e fiton ai që duron më shumë, me jeshi, me qetësi, me ekuilibër, në qoftë se të gjitha këto i ndërtonin një unison të vetëm, atëherë ai i cili duron, ai i cili shket bukur, me shkatësi pra ja del situatave, ai edhe fiton gjatë ditës së shtunë. Përsa i përket ditës së diel pastaj, e bukur, riorganizohemi, ose ndjekim fatin ashtu sikurse e pranojmë ashtu si është shkruar, por kuptojmë që kemi dhe ne forcën për ta ndryshuar. Kështu që le të themi keni suportin, ndihmën e yjeve, por edhe ju duhet të bëni pjesën që ju takon. Në kolektiv fitoni. Dhe ku është kolektivi i parë primar kryesor? Familja. Kështu që nisuni nga familja për të krijuar atë që do jetë e ardhmja juaj. Por sido që të jetë fati është me anën tuaj, sigurisht që është, keni Jupiter mbi kokën tuaj, çfarë do gjë ka të bëjë me situata që duhet të qetësohen, duhet të marrë një farë drejtimi, duhet të rikuperohen, të riparohen e me radhë, do e keni mundësinë, por çdo gjë nis nga familja. Kështu që kështu, mos jini të tepruar ama. Çdo gjë bëjeni me një mas të caktuar brenda normales. Mos të kaloni aftësitë tuaja, mos mbimeni ngarkesa, sepse asnjë nuk duhet bërë në egzagerim. Përshëndetje një vigjëreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në parashikimet e javës. Që do eci mirë muaj në vijat të përgjithshme dhe kjo javë, deri diku juve kujdes dhe diçit të fundit akoma se përditshmëria juaj nuk është dhe aq e lehtë dhe kujdes në mos ta ekspozoni keq veten tuaj në ambient pune, shoqëror, personal. Dua them këtë gjë dhe do më kujtoni deri nga data 8. Por për më shumë info, për më shumë insight për muajin dhe karakteristikat e veta dhe ndikimi që do ketë mbi ju, më ndiqni me parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së sotme, ose a bukur ose a mirë, jemi ne në shtëpi. Por juve që nuk e keni një shtëpi, një banesë kam fjalën, do mendoni, nuk e di pse sot dita rrotullohet rreth kësaj lloj ideje, kryoj banesën time, kryoj çatin time mbi kokë, për juve që nuk e keni. Për juve që e keni, mund të doni, dëshironi ta bëni atë më të jetueshme, më afër nevojave tuaja, më komforte. Për të tjerë tregon riparime, për të tjerë tregon zgjerim, ose lajme shumë të mira që kanë të bëjnë me familjen. Të tjerë fitoni një pronë, aty ku nuk e kishit e keni. Por që sido që të jetë, çdo gjë ka të bëjë me ambientin familjar, do të ndjeni shumë të lumtur, duke menduar se më në fund e keni gjetur përkatësinë tuaj, e dini se ku përkisni. Dhe do të ndjeni përsëri shumë të lumtur me familje që keni krijuar ose po krijoni. Por që të tilla gjëra kemi sot, dhe çfarëdo gjë e zemra juaj e bardhë dëshiron, beso më një keni ju në një fazë që do ta keni për ta pasur. Për sa i përket ditës së martë, këtu fati ju çon në labirinte që nuk i keni parë më përpara. Do të jetë kjo një proces mendor, një procesi mendor që çfarë sjell në pa mendime që i keni pas po si keni vënë re, do me thonë do çuditeni edhe vetë nga mendimet tuaja, si më lindi kjo ide, si nga kjo ide arrita te kjo ideja tjetër, ka të bëjë me zbulime, ka të bëjë gjë që dalin në pa, ka të bëjë me jeta juaj e vogël, tronditet dhe shkundet, nga çfarë? Nga një tablo me gjërave që se keni parë deri më tani. Pra ka ardhur momenti ta shikoni realitetin të bjem shkurt ashtu sikurse është, jo siç keni dashur ju ta shihni. Dhe gjatë eksplorimeve, dashje pa dashje, sepse ju merr dhe vet, si thua, momenti dhe vet jeta, dalin në sipërfaqe gjëra të cilat nuk i kishit vënë re, por që hapin syt tuaj mirë prej këtej e tutje. Shkojeni mirë, bëni mirë kërkimet tuaja për çfarëdo gjëje e keni marrë së të mirëqen deri më tani. Sepse asnjë gjë që mund ta keni marrë së të mirëqen deri më tani nuk ka për të qenë më ashtu sikurse menduat ju. Se zbuloni diçka që ka të bëjë me një marrëdhënien tuaj, që nuk e dini, se ka të bëjë me diçka që lidhet me punën tuaj, që ju ka mbajtur të fshetë, se ka të bëjë me një thjesht filozofi jete që s'keni dashur ta pranoni, ka të bëjë me gjithçka
ka qenë një utopi, çfarëdo gjëje mund të ketë qenë një s'ta themi një mirazh ndoshta, por s'ka qenë asgjë e vërtet. Kujdes juve që deri më dje keni besuar në një filozofi të caktuar dhe feja është filozofi, po dhe juve që keni besuar një spiritualitet, një lëvizje spiritual ose persona spiritual që fundja nuk kanë qenë të vërtet. Ka të bëjë me të tilla gjëra në total. Ju hapen sy të kuptoni të vërtetën, domethënë, kaq. Dogmat, bien, këto gjëra pra. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur shëmbet çdo gjë. Ajo që nis domethënë ditën e martë, shëmbet para syve tuaja. Pra çfarëdo gjë je menduar se ishte vërtet, po nuk është, del në madhështinë e vet dhe zbulohet për të qenë ajo çka realisht është dhe shkund themelet tuaja pikërisht ditën e mërkur. Shikoj se ju trembeni kur përdorun fjalë të tilla dhe keni të drejtë, por që nuk e kam fjalën për shkatërrohet jeta juaj. Po do shkatërrohet në ç'kuptim? Bie para syve tuaj gjithçka që ju mendonit se ishte e vërtet. Por si është kur ti kupton cila është e vërteta? Fillimisht shokohesh, sigurisht, ronditesh, si bëhet fjalë, por si është më mirë të jetosh në një gënjeshtër të jetën tënde apo të kesh mundësi të hapësh syt? Le të tronditesh fillimisht, po të paktën e di se si gjërat janë. Kështu që kjo gjë ndodh ditën e mërkur, bien dogma. Dhe dogma çfarë janë? Gjithçka e ndërtuar mbi një bazë jo të vërtetë, por që ke besuar me sy mbyllur. Nuk ndodh më kështu. Kështu që çfarëdo ngarkesë keni mbajtur mbi supet tuaja, qoftë ndjesia e fajit pa pasur faj, qoftë ndjesia e përgjegjësisë e reme, atëre bie pikërisht ditën e mërkur. Nis si proces ditën e martë, po përfundon ditën e mërkur. Pra andaj tutje asnjë nuk mbetet me njëjtë, për mirë, jo për keq. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, shumë prej jush u udhëtojnë. Ikim, paçim, miru pafshim në një shtet tjetër, nis një jetë ndoshta në një shtet tjetër, ose thjesht është një udhëtim i largët, thjesht udhëtim qefi, por do shoqërohet me një zbulim shumë të rëndësishëm rreth talenteve tuaja, vetes tuaj, dëshirave që keni dhe që lidhen me të ardhmen tuaj atë gjatë dhe që normalisht sinjalizojnë dhe ndryshime që duhet të bëni në jetën tuaj, por që në total do thosha diçka po nis e re. Është një eksperiencë e re, jete dhe nuk ka më të ndalur. Ju çon në të tjera qiej pastaj kjo gjë. Është shumë e bukur. Besoni, është shumë e bukur. Çdo lloj ndryshimi që po vjen është shumë i bukur. Thjesht sigurisht shoqërohet me diçka duhet ta lini pas. Çfarëdo gjë që thajo, një ide e vjetër, një person që nuk ju shërben më, persona të tërë, një ambient pune i tërë, një shoqëri e tërë, çon si ka diçka duhet të lihet pas në mundësi për të krijuar një ardhme e re. Shpëtoni o njerëz, shpëtoni. Nis të martën, kulmuet të mërkurën, e enjtja ju jep mundësinë për një jetë të re. Shpëtoni. Shpëtoni dhe futuroni të lirë. Dhe nisin gjëra të reja në total. Për sa i përket ditës së premte, kemi këtu flamingot, zoti ma furoj, juve që se keni gjetur akoma shpirtin tuaj, nuk do them shpirtin binjak, se shpirti binjak ka një karm shumë të fortë mbi kokë dhe nuk përfundon, nuk ka happy ending, nuk ka fund të bukur, por këtu po flasim për gjysmën tjetër. Dhe çfarë është gjysma tjetër? Sigurisht është totalisht e kundërta e juaja, por aq e kundërt sa është, aq edhe ju plotëson. Si të thuash gjendet gjysma tjetër. Kemi unison, kemi shprehje të dashurisë së vërtet, besojmë tek dashuria e vërtet dhe jepet mundësia që ta keni një gjë të tillë në jetën tuaj. Si fillim bëni kujdes, sepse karma është aty dhe nëse se këtë gjë e trajtoni me një karmë të vjetër të tipit idheni shumë shpejt në veprim, nuk mendoni për pasoja, doni thjesht ta shijoni, ta jetoni, do gaboni. Por nëse se e shikoni me një potencial afatgjat, atëherë merrni gjërat dhe hapat njëri pas tjetrit, ashtu siç do i silleni kësaj gjëje, ashtu dhe ka për t'ju rezultuar. Por që po, është momenti që e favorizon gjetjen e partnerit ideal. Dhe jo vetëm në dashuri, por edhe në bashkëpunime. Dhe ka dhe një kuptim tjetër, kjo si letër, për të gjithë juve që dikush po ju kërkon, ju gjen.
sepse keni pikërisht atë gjë që ky person ka kërkuar dhe ju a thash, o në dashuri, o në bashkëpunime. Ekziston diçka dikush që ka kohë që po kërkon pikërisht atë faktorin që vetëm ju e keni. Dhe kjo gjë ju ndihmon të bëni diferencën dhe në jetën personale dhe në atë profesionale. Kështu që po zot se më kurrë, edhe marrëm kurrë premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, ja pra, kush është domethënë person që është artist, është artist prestigiator, çfarë të themi këtyre, ka një talent të caktuar, është krimtar, është aktor, i ka të gjitha këto gjëra, është muzikant, ka atë faktorin që nevojitet për të shkëlqyer, besomëni, shkëlqeni. Dikush pra ju zbulon dhe prej andaj tutje, eci se s'ka një të ndalur. Për sa i përket, e marrë më kurrë të premte shtunë, për sa i përket ditës së diel pastaj, o zot, shumë një do dashuria këtë javë me sa po shoh dhe do t'ju stabilizoj me të vërtet. Uroj ta keni këtë fat pjesa më e madhe prej po luani, po flirtoni domethënë me dashurinë dhe me stabilitetin që ajo sjell në jetën tuaj. Çfarë të them? Uroj vërtet jetë kështu. Ta keni këtë fat. Përshëndetje shenje peshores, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, që nisu nga data 6 nëse nuk ka bëhem, më duket se nuk ka bëhem. E tutje, Afërdita në shenjën tuaj, sa bukur dhe sa mirë. Shkëlqeni po, keni mundësi të rikuperoni në çfarë do gjë humbët sigurisht. Jo me persona, me realitete. Kjo është e rëndësishmja. Megjithatë, nëse në marrëdhëniet tuaj keni pas ulje ngritje, po i rishikoni gjërat, ky është momenti juaj, do ta shfrytëzoni siç duhet. Shumë fat ju prej gjatë këtij muaji, e kam seriozisht këtë gjë, dhe kur them fat, mundësi për të korrigjuar, nuk ka fat më të madh se ky, të kesh mundësi të korrigjosh, të rikuperosh, të riparosh. Dhe jo vetëm, sigurisht. Megjithatë, për më shumë informacion, për sa i përket muajit, më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle parashikimet e muajit, i keni të ndara datat atje, fokusoni mirë në ato çka ju leverdis dhe jo. Dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së sotme, jeni menaxhera, jeni menaxher të një biznesi, doni të nisni një biznes, jeni pronar pra një biznesi, apo dëshironi të zgjidhni çështje bankare, çfarë do gjëra qofshin ato, të merrni kredit, të shlyeni kredit, të kryeni transaksione, të investoni, nuk e di, çfarë do gjë qoftë, ju jepet mundësia sot ta zgjidhni në favorin tuaj. Çfarë do gjë po ndërtohet tani, ka për të pas perspektivë shumë të mirë afatgjatë. Kështu që bukur dita sot. Për sa i përket ditës së nesërme, ditën e nesërme, do të thënë dita e martë, si do thua është provoj gjëra të reja, rikthehem në origjinë, vetëm do kujdes një gjë, kujdes me fëmijët tuaj, rebelim. Është rebelim. Ktu kuptoni se me çfarë keni të bëni realisht, do të thënë këtu me të vërtetë që pikasni personalitetin e fëmijëve tuaj dhe se çfarë ju pret prej tyre prej këtej e tutje. Por jeni edhe ju ata të cilët do doni të argëtoheni pak më shumë, rizbuloni dhe ju atë rebelin, fëmijën rebel brenda vetes, dhe kjo nuk do i fusin në telashe, nuk besoj. Përkundrazi, duke qenë se ju jeni persona që të merrni një vendim, duhet me se s'bën të keni pyetur 1000 persona të tjerë, them se nesër dita një vendim që do e merrni s'ka lidhje fare me çfarë të tjerët kërkojnë prej jush, por ka të bëjë me atë çka ju kërkoni për veten tuaj. Dhe ju del keq, jo as pak. Përkundrazi, do ju shtoj dëshirën për më shumë sjellje të tillë që në fund do rezultojë edhe në më shumë arritje të kënaqshme. Për shembull, provoni diçka të re se keni provuar deri më dje, lançoni në tregë një produkt që nuk më përpara. Është ndryshe nga çfarëdo gjë që keni bërë. Kështu që çfarëdo gjëje e re, po që nisi formë rebelimi kundrejt të tjerëve dhe si formë të qenit të vërtet me veten tuaj, ju del me shumë sukses. Këtë gjë kam thënë dhe në parashikimet për muajin, më dëgjoni, keni për ta parë. Vetëm kujdes naivitetin, ju lutem shumë. Me përgjegjësi gjërat, jo naiv. Dhe kujdes, eksperiencat e reja janë të bukura, por prapë mund t'ju fusin në telashe. Me kujdes, çdo gjë është në rregull. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është një situatë e cila tani po zhvillohet, se është në dashuri, se ka të bëjë me një shtatzani që tani është në zhvillim e sipër, ose tani konkludohet të tipit keni hyrë në ditët tuaja do lindni së paku, një biznes që ka hyrë në linjë dhe tani do promovohet, do idhet në treg, çon si ka tani.
Çdo gjë është duke u zhvilluar tani. Është duke dalë, domethënë, në pak. Çfarëdo gjë për cilën keni punuar tani është në zhvillim e sipër, ose çfarëdo gjë doni të mësoni është duke ardhur, duke ju gjetur, ose çfarëdo gjë keni kërkuar si do vi ky do më gjej, do më thotë çka ka për të më thënë, po. Gjithë situata po zhvillohet në momentin e tanishëm. Për sa i përket ditës së enjtme, ditës së së enjte, këtu çfarëdo gjë që rishikohet, rishqyrtohet, rianalizohet, ka perspektivën e vet. Shikoni gërmat e imta. Aty te gërmat e imta fshihet gjithë informacioni që ju nevojitet ose zgjidhja e problemit që dëshironi të keni. Pra këtu jemi në rishqyrtim, në riorganizim, në vlerësim të një situate të caktuar. Gjeni opsionet tuaja më të mira, të cilat ku ndodhen, tash edhe një herë, në gërmat e vogla. Atje ku nuk keni parë me imtësi, aty rishikoni dhe keni për të gjetur përgjigjen. Përgjigja ndodhet tek detajet. Ditën e enjte, kjo ka të bëjë me të gjithë juve që puna juaj përfshin rishikim dokumentacioni, rivlerësim të tij, jeni shkrimtar, jeni në kërkim, jeni gazetar që përcjell informacionin, jeni gjyqtar, prokuror, avokat, pra jeni doktor apo që jeni në analizën e gjërave, domethënë, më tepër. Aty e keni tek detajet më të vogla, se keni vënë re më përpara. Ai ta gjë vlen sigurisht për të zgjedhur një situatë në jetën tuaj, se do ishte në çift, se do ishte në punë, se kudo do ishte, kapuni pas detajeve të vogla, ato fshehin edhe përgjigjen dhe zgjidhjen. E hënë e marrë në mërkurejnte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është punojmë në grup. Nuk mund të shkëputemi nga grupi, blet punëtore, tha ai, si blet punëtore që do jeni edhe ju, rezultati varet nga bashkëpunimi, sa do ditë të bashkëpunoni, dhe se sa të përkushtuar do të jeni ndaj këtij bashkëpunimi që të mund të kemi rezultat. Por që sido që të jetë, dita e premte është një ditë pune intensive, po sigurisht që ju lidh me shumë persona të tjerë, pra është një punë kolektive, nëse është individuale, thjesht ngarkesa do të jetë më e madhe, por ama në plan afat gjatë, më dëgjoni me kujdes, sjell rezultate shumë pozitive, që do i shikoni aty nga shtatori më tepër, do thosha. Përqendroni, jeni të duruar, ulni kokën dhe punoni, çdo gjë ju del aq mirë sa se keni iden, por afat gjatë. Në martë, më kurrë, e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë, po punë mendore, motivacion, një ide që do keni është e papërsëritshme dhe del në një thesar të vërtet, nëse komunikoni ashtu siç duhet. Kthjellësi mendore, domethënë keni mundësinë të rianalizoni situata me mendje të kthjellët, të prerë, të pastër dhe nuk gaboni. Është një moment që jeni të qetë, mendërisht pikë së pari, por ky safiri mua më pëlqen, e adhuroj, është edhe fundja guri i vigjëreshës, normalisht, do të thotë ju sjell prakticitet, ju sjell kthjellësi mendore, ashtu sikurse edhe vetë vigjëresha është, por ju tregon dhe diçka tjetër, vizion. Këtu fshihet një vizion i pastër, një intuit e pastër, një kthim në fjalën e humbur, do thosha, ose në dijen e humbur. Kështu që çfarëdo gjë vjen rastisht në jetën tuaj, do jetë një libër, se do jetë një postim që dikush e ka hedhur, që ju kthen shumë pas në kohë, ose duket sikur zgjon tek ju një realitet të vjetër, të cilët ju i përkisni, mos i thoni jo. Vërtet atij realiteti i përkisni. Dhe ka të bëjë me metafizikën, po ka të bëjë me një realitet që është jashtë këtij realiteti, por është i juaj. Është shumë e thellë kjo punë, keni për ta kuptuar disa prej jush, disa tjerë jo, ashtu siç do vi ashtu do iki, por që keni për të pasur një zimore njerëz fenomenale. Sido që të jetë çfarëdo gjëje e vlefshme në jetën tuaj, do bëhet edhe më e vlefshme akoma. Këtu keni mundësinë që do punoni siç duhet, do përdorni mendjen kritike ose të thosh analizën kritike, të keni dhe fitime shumë të mira ekonomiko-financiare dhe jo vetëm. Në martën kurrejnë të premte ashtu. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, çfarë të themi tani këtu? Këtu vetëm mos u tregoni, si të thuash, të fiksuar pas ideve tuaja. Dëgjoni edhe çfarë të tjerë t'ju thonë, mos jeni fëminor, do të thonë. Lërini ato tekat fëminore sepse do ju dalin për keq. Ndërkohë shijoni jetën tuaj, por larg te lasheve.
kujdes, sepse të qenit egocentrik, të qenit arrogant, të qenit narcist, ka për t'ju kushtuar shumë një marrëdhënie. E hënë e martëm kur e inte brep të shtunë e diel, kjo ishte java edhe për ju. Përshëndetje Akrepit, ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj, parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Për të rezervuar takimin tuaj, më shkruani në YouTube, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket këtij muaji në total, shumë intensiv, shumë i fortë, shumë potent, por në qoftë se do dini këtë potencë, ta shfrytëzoni në mënyrë alkimike siç bëni gjithmonë në të mirën tuaj, besoj më një fenomenal. Sido që të jetë më ndiqni parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle. Për sa i përket ditës së sotme, Perëndia ime, jemi në fillime të reja, jemi në çfarëdo lloj gjëje është një projekt i ri dhe thuaj tani që kjo është rastësi, është rastësi për të gjithë juve pra që jeni shenja Akrepit ose keni ascendent Akrep, do ta themi dhe këtë gjë. Ose Marsi juaj është në Akrep, atëherë diçka e re po nis. Nëse keni hënën në Akrep, nisi ide një herë pikë së pari, si dëshirë. Po çon si ka? Jemi në fillime të reja, jemi në iniciativa të reja, ose vërtet po vjen një fëmijë. Sot keni lindur një fëmijë, ose jeni duke e lindur këtë fëmijë, kështu siç po e them, ose sot lind një ide e re ose një projekt i ri, si do eci, nuk e di domethënë. Ju a thash, në qoftë se potencialin e këtij muaji e ktheni të gjithin mbi forcën krijuese tuajën, pa pasur domethënë ato ngecjet tuaja, atëherë çdo gjë është fenomenale. Nuk ka limit realizimi dhe nuk ka limit suksesi. Është fenomenale, të dashurit e mi. Dhe e meritoni, po sigurisht që e meritoni. Por si do që tjetë kuptoni që sot dita ju fut në një fazë të re të jetës tuaj. Shumë të bukur dhe shumë produktive dhe shumë çfarë të doni ju, sot ditë ta shfrytëzoni. Dhe ja ku e keni, jeta juaj ndryshon totalisht prej atij momenti në vazhdim. Dhe gjithnjë dhe më tepër shtohen të mirat. Ndoshta jo në mënyrë të vrrueshme, pik, por por ajo që grumbullohet është nuk e di domethënë, është në një moment thatësire për të tjerët, por ju ka për të qenë, nuk e di, rezerva juaj kryesore. Dhe besoni kur ju them që ajo çka po ndërtoni tani, po krijoni tani, nuk është potencial vetëm për ju. Do të kthehet në potencial dhe për të tjerë. Kështu që vazhdoni me punën tuaj, vazhdoni me idetë tuaja, vazhdoni avash të ushqeni këtë lloj idesh dhe këtë lloj realiteti. Pse? Sepse ajo çka do të vijë është, nuk e di. Nuk ka fjalë. Kjo gjë vlen për çfarëdo lloj gjë po krijoni tani, se është një fëmijë që vjen në jetë, që nga ju do varet se si do zhvillohet, si do rritet, si do edukohet dhe për pasojë atë impenjimin tuaj do e shpërndaj tek të tjerët kur të rritet, ose që nga momenti që lind varet me çfarë karme të mirë vjen ky fëmijë, që ndryshon jetën e të gjithëve, ka të bëjë me një punë krijuese, ka të bëjë me diçka që po ushqeni me nga pak, me krijimin e një familje që po investoni me nga pak, me një biznes që po investoni me nga pak, me një projekt që po investoni me nga pak. Vazhdoni se unë nuk e di. E përcakton ky muaj, është afatgjat çdo gjë sigurisht, por nis tani. Përsa i përket pastaj më bëm çiklëmsh me muaj me javë dhe me ditra, por që përsa i përket ditës së mërkur, këtu ikni dhe nuk keni më kthim, si ngriheni në qiell, si ajo balona, avash, në mënyrë të qëndrueshme, por gjithnjë dhe më lart, kështu që avash, po arrini qiejt, të dashurit e mi, dhe jeni të paprekshëm prej këtij tutje. Nuk ka fjalë, nuk di çfarë të them, mjafton të përdorni këtë lloj momenti që në mënyrë alkimike, sepse fundja dhe astrologjia dhe letrat, dhe çdo gjë që është okulte, është thjesht pjesë e një alkimie shumë të gjerë, do bëjmë çfarë është alkimia. Është një, do ta them në mënyrë shumë të bastarduar në fakt, por le të themi është një ndërthurje elementesh dhe energjie që sjell një rezultat të paimagjinueshëm. Është forca e vërtet, potenciali i vërtet. Ku që është ndërthurja e elementeve për të arritur pikërisht të lloj rezultati. Kam thënë, lexoni më shumë. S'po dëgjoni juve mua. Është bukur të dish. Vazhdojmë, nëse si do të çfarë mbetet si rezultat, lart e më lart. Vemi tek dita e enjte,
Dita e njëjtë tani këtu, ju lutem shumë mos mbani mbi supe më shumë ngarkesë nga që takon. Mos u ktheni viktima pa qenë realisht të tillë. Kjo gjë vlen për bashkëpunimet tuaja, kjo gjë vlen për marrëdhëniet tuaja në vija të përgjithshme. Jo më shumë ngarkesë nga ç'duhet. Mësoni këtë ngarkesë ta ndani. Mundoni të kuptoni që të shikote nuk është e nevojshme se s'bën dikush tua ketë ngarkuar gjitha këto bara mbi supe. Kam përshtypjen se ke tendencën vetë ta bëni këtë gjë. Por në qoftë se dëgjoni persona që vullnetarisht vjen dhe ju thonë, "Ore, doa unë të ndihmoj." Më lër të ndihmoj, lërini t'ju ndihmojnë. Jo çdo gjë mbi supe, duhet të mësoni të shpërndani ngarkesën. Në rregull. Kështu që për të ecur në fazën tjetër që po i flisja që parë, është e nevojshme të mësoni të ndani përgjegjësitë dhe ngarkesat. Ka persona që duan t'ju ndihmojnë, jo duan, po vinë vullnetarisht. Ju nuk keni pse të mos i lejoni. Ju lutem shumë. Për të tjerë pastaj që nuk keni ndoshta persona të tillë, kërkojeni me insistim. Vendosni të gjithë para përgjegjësive që u takon. Nuk keni pse merrni më shumë ngarkesa nga që takon as në punë, as në marrëdhënie, as në bashkëpunime, as në gjë. Ndajeni ngarkesën. Ndajeni edhe do ecni më mirë, do jeni më produktiv dhe për veten tuaj. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte o Zot. Forcë. Këtu kjo është forca supreme. Do të thonë, e dini se çfarë force ka diamanti apo jo, po shtaria të shkojë në diamant ka shumë përpunim. Kjo jeni pikërisht ju, plutonike, sepse është kështu siç është. Karbon dhe pastaj diamant. Kështu që është proces transformimi, por që në fund të saj çfarë sjell është shkëlqim. Kështu që çfarëdo gjë ka të bëjë me vlerësoj situatën, çfarëdo gjë ka të bëjë me angazhohem me situatën, se është punë, se është marrëdhënie, se është vetja ime, se është një projekt që dua ta lançoj, se është dua të ndryshoj jetën time në total, ja ku jeni, qëndroni besnik asaj ëndër të cilës i besoni. Dhe në fund shkëlqen më fort se një diamant. Në rregull, të pa mposhtur, të pa nuk di çfarë të them, të pa thyeshëm, duket se e ardhmja ju takon. Dhe e meritoni, vetëm mundoni të kuptoni se realiteti ka më shumë se një fasada, ashtu sikurse dhe diamanti është. Nuk është të thënë vetëm një drejtim, ka shumë drejtime, ka shumë mënyra se si. Kapi potencialin e vërtet, e ardhmja është e juaja, ashtu sikurse po ua them. Dhe po, është një ditë, kjo dita e premte që nëse gjithçka e shfrytëzoni siç duhet, siç po ua them, sjell dhe shumë fitime ekonomiko-financiare, duhet ta themi edhe këtë gjë. Dhe stabilitet ekonomiko-financiar. Por nxjerr në pa pikë së pari vlerat e vërteta të secilit prej jush, se kush jeni në të vërtetë. Çfarë vlerë keni në të vërtetë? Ku ishim këtu te premtja, po. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë mund të kemi bllokesa të përkohshme janë, dhe janë bllokesa të cilat më mirë që dalin, sepse ju vën çik në mod të pune. Do me thënë, duke u angazhuar për të ndryshuar jetën tënde, sepse këtu jetën tuaj, duke qenë se dalin këto pengesa, ajo çka kuptoni është potencialin tuaj të vërtetë, sikurse e thash, kështu që nëse do të dorëzoheni, ktheheni pas. Dhe thjesht asnjë gjë nuk ndryshon, por nëse do të angazhoheni për të hapur këtë rrugë avash avash, atëherë asnjë të ndalur nuk keni. Kështu që mos u mos u tërhiqni, mos u dorëzoni para vështirësive, ja pikërisht këto vështirësi prova që ju duhet dhe që duhet kaluar për të pasur atë sukses për të cilin po ju flas. Vazhdoni siç e keni nisur. Mos devijoni, thjesht përballoni. Dhe çdo gjë del për mirë. Dhe përsa i përket pastaj ditës së diel, këtu jemi tek ndryshimet. Do të them këtu, çdo gjë mund të ndryshojë, çdo gjë është çështje fati. Asnjë gjë nuk është e përcaktuar as për po, as për jo. Varet nga ju se si doni ta shfrytëzoni momentin. Kjo është dita e diel me mundësitë e veta, 50-50, varet se çfarë do të zgjidhni ju dhe çfarë ju do të doni të realizoni. Çdo gjë është e mundur. Dhe çdo gjë varet nga ju. E hënë e martën në kurrejt e premte shtunë e diel, e mbyllëm dhe për ju. Përshëndetje, përshëndetje një shqiptari dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Avash avash filloni dhe rikuperoni edhe ju, avash avash do të keni mundësi të shijoni jetën, të kënaqeni me çështje fëmijësh, çështje prindërimi, të zgjidhni çështje me natyrë ligjore, një gjysh nëse ju ka lodhur, arrini një farë rezultati, debate të mëdha, arrini një farë konkluzioni, në çështje pune keni mundësi të gjeni zgjidhje me karrierën tuaj gjithashtu, vetëm nëse nuk jeni të fiksuar në mendimet tuaja, nëse çdo gjë nuk e merrni me o bobo o bubu,
apo kështu do bëhet se kështu them unë, apo pse do bëhet kështu se unë them të bëhet ashtu. Kujdes me këto gjëra, nëse evitoni domethënë egocentrizmin, atëre gjërat ecin më kollaj. Dashuria do të rrokasi shumë herë në jetën tuaj gjatë këtij muaji, uroj ta shijoni sepse vërtet është për të shijuar, vetëm mos u ngatroni me këmbët tuaja, ju lutem shumë. Kujdes shëndetin deri në datën 8 edhe çfarëdo gjë ka të bëjë me çështje karriere, shëndeti, përditshmëria juve të 10 ditëve të fundit dhe evitoni gabimet nëse janë akoma mundësitë për të evituar. Mos u zhytni më thellë nëse se mjaftoshëm thellë jeni zhytur në gabime sepse do ta akusoni. Këtë gjë do t'ua them. Sido që jetë për më shumë, më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle me parashikimet e muajit. Nëse lind nevoja për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Për sa i përket ditës së sotme, o Zot, lindni, rilindni nga hiri juaj Phoenix. Do të thotë ajo që u thash, mbaron një epokë vështirësish ose u ju desh të beshit hiq që të mund të rilindnit. Këtu është momenti i transformimit, i ndryshimit, të pa evitueshëm, ndoshta duhet të humbisni sot çdo gjë që të mund të fitoni çdo gjë. Nuk ka rrugë të mesme. Kështu që lindni nga hiri juaj. Sot dita, vendimet që merrni ose situatat të cilat ndodheni kanë pikërisht të lloj natyre. Zerohen që të filloj nga e para. Dita e sotme ju gjen në këto kushte. Por mos keni frikë nga kjo gjë. Si mund të kesh frikë nga energjia e Feniksit apo jo? Lëreni çdo gjë të bëj punën e vet. Për sa i përket ditës së martë, mbroni interesat tuaja. Të duket shumë qartë që duhet të luftoni për interesat tuaja, për emrin tuaj, për imazhin tuaj, për integritetin tuaj, nëse doni ta them dhe kështu, por gjatë kësaj faze mbrojtjeje, keni dhe mbrojtje. Do të thonë nuk është se vetëm ju po mbroni veten tuaj, por me sa duket dhe fati po ju mbroni juve. Vendimet që merrni janë totalisht heroike, mund të arrini deri në vetë sakrificë ditën e martë, por nëse është kështu atëre mundoni që t'ja vlej. Do të thonë mundoni të t'ja bëj që t'ja vlej vërtet. Unë them se me insistim nesër dita keni për t'ja dalë dhe për t'arritur qëllimet tuaja, nuk ka për të qenë lehtë, por në fund them se ja dilni, dhe në qoftë se do të ndjeni të rrezikuar ose rreziku del në rrugën tuaj, pra dikush ju cënon, atëherë them se të fituarit dilni ju, sido që të jetë se fati ju do. Për sa i përket ditës së Mërkur, një bashkëtesë nuk na eci, nuk vajti siç duhet, diçka jemi detyruar ta lënë për të ndërtuar diçka të re, se ka të bëjë me një familje të shkatëruar, se ka të bëjë me një shtatzani të dështuar, duhet ta them dhe këtë gjë, se ka të bëjë një projekt që nuk eci, çon si ka, ecin përpara. Diçka është duke mbaruar, u thash që të nisi diçka e re. Kështu që nuk ka se të jetë ndryshe, kjo është e vërteta, thjesht mundoni të kuptoni se në jetë duhen bërë përshtatje të caktuara, në mënyrë që të kemi rezultate të caktuara. Dhe në qoftë se më përpara dështuam, kjo nuk do të thotë që do dështojmë çdo herë që ne provojmë diçka. Dështimi erdhi sepse nuk ishte momenti, sepse nuk ishin themelet e duhura, sepse nuk ishin bërë përshtatjet e duhura, pa të vinte ajo gjë. Kështu që jeni në kohë për të mësuar nga gabimet tuaja, përpara se të nisni diçka të re. Pra, krijoni realitetin një herë, pastaj ecni dhe vazhdoni përpara, krijoni kushtet që të mundet pastaj të nisi diçka. Kështu që kështu, por që jemi duke nisur diçka të re avash avash, që ka të bëjë thash me një jetë të re, me një shpërmbulje në një banesë të re, një familje e re, një shtatzani e re, një projekt i ri, një vend pune i ri, një shtet i ri, çfarëdo gjëra të tilla këto brenda gjërat i ka. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është kapuni pas shikoni me kujdes detajet. Detajet fshejnë suksesin, detajet fshejnë përgjigje, detajet fshejnë informacionin që ka munguar. Pra jini të kujdesshëm ndaj detajeve, informacion që përcillet, do t'jo çekojeni atë informacion, qoftë kjo nëse ka të bëjë me punën tuaj, jeni gazetar, duhet ta përcjellni siç duhet, qoftë nëse ka të bëjë me shkresa të rëndësishme, qoftë punoni në zyra të rëndësishme, qoftë kjo nëse ka të bëjë me edhe me redaktim, nëse jeni redaktor të një
Pra punoni si redaktues, nëse jeni shkrimtar, nëse puna juaj është e imët dhe kapet tek detajet, kujdes detajet, pra sepse aty fshihet tash edhe informacioni, aty fshihet edhe përgjigja. E njëjta gjë vlen edhe për sa i përket jetës tuaj në total, nëse mendoni se diçka po ju fshihet, kapni detajet. Kam detajet dhe nuk ju del për keq, e gjeni domethënë të vërtetën. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e jam shumë mirë me jetën time kështu si jam, duhet ta shijoj kështu vetëm siç jam. Pra bëheni pak vetmitar, po vetmia juaj ju pëlqen, ju kënaq. Domethënë nuk është se ju mërzit, është një vetmi që vetë e keni zgjedhur. Pse? Sepse doni të eksploroni më shumë, sepse doni të fokusoni tek puna juaj, sepse doni të fokusoni tek objektivat tuaja. Pra, ka dhe nga ata prej jush që ditën e premte doni për veten tuaj, nuk doni që të keni njerëz të tjerë mbi kokë, dhe është edhe dita që, shiko, ju jeni të tillë në fakt. Po, shigjetari i thyen rregullat sepse krijon filozofi të reja. Pra, për të ecur përpara filozofia juaj e jetës, do ju duhet të thyeni rregulla shoqërore, rregulla dhe etik pune, rregulla familjare, etik familjare. Çfarë si ka, do shokoni e keni ju këtë. Dhe më pëlqen. Shigjetari shokon, ndryshe nga ujori. Shigjetari ka një tjetër lloj mënyre filozofike për të shkundur themelet dhe pikërisht këtë gjë do bëni vetëm kujdes. Kujdes mos provokoni ligjin dhe shtetin atje ku e dini shumë mirë që nuk ju leverdis, sepse do keni pasoja. Pra, tjetër gjë të kërkoni të bëni diferencën në jetën tuaj duke sjell në të një filozofi të re përmes lirisë, kundërshtimit nëse doni, rebelizmit, dhe tjetër gjë të kundërshtoni për të kundërshtuar. Aty apo soni. Pra nëse jeni në përputhshmëri me rregullat dhe normat, unë do thosha civile, atëherë jeni në rregull, por në qoftë se sillni kaosin, atëherë ka pasoja. Dhe po, kujdes juve që keni abuzuar me një post që ju është dhënë, ma thash dhe në fillim, kujdes juve që jeni tërkohës duke ju shmangur ligjit, sepse ka ardhur momenti që të paguani. Normalisht ato që keni kryer në një kohë të shkuar, si gabime, hënë e martën, kurrente e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë ju pëlqen ajo që shikoni, si reflektim në pasqyrë, nuk është asgjë tjetër vetë se situata dhe gjendja juaj e brendshme. Pra në qoftë se ajo çka shihni nuk ju pëlqen, atëherë është ajo çka po ndodh brenda jush. Në qoftë se realiteti në cilin jetoni nuk përputhet me dëshirat tuaja, atëherë ndryshoni veten tuaj. Kështu që duhet të jeni të vetëdijshëm për atë çka keni krijuar, po aq të vetëdijshëm që jeni ju ata të cilët mund ta rikrijoni atë lloj realiteti, mund ta ndryshoni atë lloj situate. Keni akoma kohë të përmirësoheni dhe këtë gjë keni për ta kuptuar përmes situatave dhe përballjeve që keni me individ të tjerë gjatë ditës së hënë e martë, mërkurejnë e premte, gjatë ditës së shtunë, pra kështu është hënë e martë, mërkurejnë e premte, dita e shtunë, ju përballë me realitetin dhe me veten tuaj. Çfarë do kuptoni, e keni ju në dorë për të ndryshuar gjërat. Si doni veten. Mbi të gjitha mësoni të doni veten, çdo gjë nis aty. Nëse dikush nuk ju sillet mirë, aq ashtu e doni juve veten. Ju e keni sjell këtë gjë. Pra, aq pak e doni juve veten. Në qoftë se dikush nuk ju sillet mirë në ambientin e punës, aq pak e vlerësoni juve veten. Në qoftë se shoqëria ju sillet në mënyrë të caktuar, ashtu e shihni juve veten. Dhe në qoftë se asnjë gjë nga këto nuk ju pëlqen, ktheuni nga vetja, përmirësoni veten tuaj dhe çdo gjë ndryshon. Ishte shtuna kjo. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel, bëja një qefin vetë të njerëz, një jetë kemi apo jo. Është dita për të shijuar romancë, për të dalë, për të argëtuar, për të shijuar ushqimin, romancën, jetën, shkujdesur. Por jo deri në atë pikë sa të kalojmë pastaj në shturje, këtë keni parasysh. Kështu që argëtoni ditën e diel, është pikërisht ditë e tillë. Shijojeni. Përshëndetje, Jebriciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Është muaj në total shumë i rëndësishëm për ju, për të riparë shqyrtuar situata. Është një muaj për të pranuar se duhet ikja çka duhet ikë nga jeta juaj, duhet të mbarojë aty. Është një muaj që ndihmon që fobira, frika që kanë të kaluarën të mos jenë më, por është një ditë që mund t'ju ekspozojnë nëse keni gabuar. Sido që të jetë për më shumë info mbi këto gjëra që po ju them, më ndiqni me parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle, keni të gjitha analitike për secilin prej diçve tuaj. Për sa i përket pastaj parashikimeve në privat, nëse nuk e di, do ju lim nevoja, do keni dëshirë, më shkruani në WhatsApp
069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Për sa i përket ditës së sotme, disiplina, njështërimi i situatave, i momenteve, i vetes tuaj, i njohjes së vetes, ju çon në stabilitet. Dini shumë se kush jeni, çfarë kërkoni dhe çfarë doni të arrini. Mjafton të kontrolloni situatën, mjafton të kontrolloni veten një pikë së pari, mjafton të jeni të mirë orientuar, suksesi është i juaj. Pra sot dita gjithë do të merrni vendime të rëndësishme, pra do të tregoni çfarë vlera shkeni. Nëse bleni vërtet apo jo, dhe në qoftë se vërtet besoni tek vetja juaj të vlerat tuaja dhe jeni të pa epur ndaj kësaj gjëje, atëherë suksesi është i juaj. Në rregull, jeni ju që komandoni dhe jeni ju që drejtoni prej tutje. Për sa i përket ditës së martë, këtu kemi të bëj me sinkronizim. Do me thënë, këtu sinkronizimi është gjithë çka. Dhe gjithë çka nis nga dal, avash. Do me thënë, duhet të keni durim për çfarëdo gjë që po nisni, po kërkoni të korrigjoni, të ndryshoni, të stabilizoni në jetën tuaj, duhet jeni të duruar përsëri. Çdo gjë vjen si vera e mirë. Kështu që keni durim, të prisni procesin të bëj punën e vet. Ajo që do nisi ditën e hënë, besojmë në proces si për ditën e martë, dhe ashtu do të jetë prej këtej tutje për një kohë shumë të gjatë. Jeni të duruar, do merrni atë gjë që ju detyrohet, meritoni të keni. Për sa i përket pastaj ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e intuitës, e së ardhmes, e parashikimit të së ardhmes. E keni ju në dorë të ardhmen tuaj. Ju vetëm dhe vetëm ju mund të parashikoni atë. Ju dhe vetëm ju mund të ndërtoni atë. Nuk ka rëndësi çfarë po ndodh sot, rëndësi ka çfarë doni të ndryshoni sot që të mund ta keni të ardhmen ndryshe. Kështu që këtu intuita luan një rol shumë të rëndësishëm gjatë ditës së mërkurë. Përdoreni atë për të evituar gabime, për të kapur mundësi, për të ndryshuar situata, të cilat do shikoni se ku ju çojnë pak më vonë në kohë. Ndoshta aty nga janari, shkurti i 2027-ës, por sido që të jetë, tani fillon çdo gjë. Çdo gjë fillon tani. Keni besim tek intuita juaj, është ajo që po ndërton të ardhmen tuaj. Dhe kuptoni që ardhmja juaj fillon tani. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita përgjigja është po. Për çfarë është përgjigja po? Ju bëhet një propozim për fejes martesë, nuk e di. Po do thoni ju. Ju bëhet një propozim për një bashkëpunim. Po do thoni ju. Gjithçka dëshironi del me, do të thënë pasëm se keni një jeni duke kryer diçka, realizuar diçka ditën e enjte dhe doni të dini si do ju shkoj. Po, shumë mirë është përgjigja, do të thënë situata ose diçka po ndodh, është në të mirën tuaj, po ecën shumë mirë dhe po ka për të sjell realizim. Po ka për të sjell realizimin asaj ëndër që ju po kërkoni prej kaq shumë kohësh të bëhet realitet. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është relaks. Merrni ditën e premte si ditë relaksi, fokusimi, qetësoni trurin. Mendimet dhe vendimet më të rëndësishme merren kur truri është i qetë dhe ju këtë gjë e dini shumë mirë. Është ditë shumë e bukur për të kthyer ndaj vetes, për të medituar, për tu gjeozuar, siç themu, shkarkohem, domethënë për tu rikarikuar, kështu që mundoni të gjeni ekuilibrin, mos lejoni asnjë gjë që detyroj të merrni vendime gjatë ditës së premte. Ditën e premte edhe të doni ju vendime nuk mund të merrni. Pse? Gjë e rëndësishme është kthjellësia mendore. Pa një të tillë nuk mund të merrni asnjë vendimi sepse do të gaboni. Kështu që kaq. Riaktivizim, rigjenerim, ristartim mendor një pikë së pari. Vendime që do të merrni, do t'i merrni me mendje të kthjellë ditën e premte dhe thjesht prisni një herë, pastaj vendosni. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, çdo gjë është 50 me 50. Çdo gjë mund të shkojë dhe për mirë edhe për keq. Varet nga mënyra se si pozicionoheni, varet nga potenciali që momenti ka. Varet nga momenti, kaq. Për sa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel është dita e përhumbjes, si të thuash. Do me thonë, sado që të përpiqeni ditën e diel të sillni një rezultat në jetën tuaj, të kapni një mundësi realizimi, sado që të përpiqeni, sado që të mundoheni, sado që ndoshta edhe si proces mendor, do me thonë të qartësoni trurin tuaj, të keni një ide të qartë për atë çka po vjen, për atë çka do jetë, kot e keni sepse nuk do ja dilni dot. Kështu që mos e mundoni veten kot për të arritur një konkluzion të caktuar ose në një përfundim të caktuar gjatë ditës së diel, sepse nuk është momenti. Do të ishte e kot.
Pra e hënë e martë, mërkurë, e njëte, premte, shtunë e diel, me kujdes ditën e diel, thjesht mos lodhni veten tuaj sepse nuk është momenti tani me sa duket për të ardhur atë gjë që doni ju, dhe pyetjet që bëni nuk kanë përgjigje sepse thjesht ju vetë nuk e keni arritur vizionin e të ardhmes për ta pasur atë. Kështu që kështu. Përshëndetje, përshëndetje ujori dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj. Si muaj ka për të qenë produktiv në qoftë se dini ta përdorni siç duhet. Në qoftë se do lini mënjan ndjenjën e përsis. Çdo gjë është në rregull. Në qoftë se do jeni të duruar, çdo gjë në rregull. Në qoftë se i jepni fatit mundësinë t'ju nxjerrë ndoshta nga reatia juaj në momente të caktuara, lëreni, sepse ju del për më mirë, por që çdo tjetër është një muaj produktiv, është një muaj që ju jep mundësinë që atë që nuk ju duhet më ta ishni qafe, që të mund të ndërtoni diçka të re. Edhe në qoftë se do ju duhet të ekspozoheni, edhe në qoftë se do ju duhet të humbisni diçka nga vetja juaj, lëreni të ndodhi është për të mirën tuaj. Për më shumë, sigurisht, më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle dhe parashikimet e muajit. Për të rezervuar takimin tuaj pastaj, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket ditës së sotme, o Zoti i Madh, këtu kujdes. Kujdes çfarë do gjë ka të bëjë me gënjeshtra, mashtrime dhe kurthe dhe për më keq akoma goditje pas shpine. Këtu do të ndjeni të tradhtuar, besomeni, të tradhtuar, të prerë në bes, gjëra të tilla ka dita e sotme. Mundoni të kuptoni situata në cilat ndodheni janë te toksike, janë të përsëritura. Sa herë që i kuptoni përsëri në të njëjtat situata bini se nuk doni t'i pranoni, po avash po vjen eklipsi dielli dhe do ju dënoj, doni apo s'doni ju. Sido që t'jetë diçka po zbuloni sot, nuk është hera e parë, është e disajta herë, thjesht sot mundoni të reagoni. Sot jeni në një sot kemi goditje pas shpine. Pas shpine, sigurisht nuk ke mundësinë ta shohësh, pra janë armiq që nuk i shef, nuk ka shef suratën si të thuash. Por mund të jetë nga ata që suratën nuk keni parë shumë herë, shumë mirë, dhe thjesht nuk e prisnit se do të mund të ishin armiq tuaj të përbetuar. Kujdes sot, ju lutem shumë. Sot kujdes. Vibrimi juaj sot është i ulët. Nuk keni as intuitën e dur që t'ju ndihmoj të kapni situata të tilla. Përsa i përket ditës së martë, nuk e di, jetoni në një realitet, e keni kushtëzuar veten brenda një strukture që nuk ju shkon. Nuk ju shkon, nuk është për ju. Kështu që është familja juaj, është shoqëria, është një kaluar që nuk është me juaja, jeni juve vetë që ja bëni këtë gjë vetes tuaj, mundoni lutem shumë ta lini veten të lirë. Lëreni veten të lirë. Boll u kapët pas strukturës, boll u kapët pas asaj që duhet, se ashtu duhet. Po pëlqisni dhe nuk po e kuptoni, kështu që mundoni të kuptoni se ka ardhur momenti për të ndryshuar. Nuk keni pse kënaqni të gjithë, nuk keni pse qëndroni në pozicione që ju mbysin, nuk ju zhvillojnë, por thjesht sepse duhet të qëndroni, ju qëndroni. Ndryshoni situatën. Ka ardhur momenti për të ndryshuar çdo gjë. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita e vendosni ju të ardhmen tuaj. Është një ditë që lidhet me sukseset të caktuara. Mbi të gjitha ka të bëjë me ja njoh vlerat unë pikë së pari vetes dhe pastaj dhe të tjerët më njohin mua ato. Nuk përjashtohet mundësia që të Mërkurën të merrni lajmin se po ngrihen në detyrë, se po ju jepet një post më i rëndësishëm, se po merrni një vlerësim të caktuar fal një arritjeje tuaje së caktuar. Është ditë suksesi, arritjeje dhe fitimi. Dita e Mërkur, fal punës tuaj, fal përkushtimit tuaj, është çdo gjë e merituar, si të thuash. Jeni ju në majtë të botës. Për sa i përket ditës së Enjte, ka shumë gjasa që kësaj ere gjithçka kërkoni të çoni drejt një përfundimi, drejt një realizimi, të shkoj ashtu sikurse ju dëshironi. Thjesht ndiqni momentin, ndiqni intuitën tuaj po, ndiqni sinjalet. Ndiqni sinjalet që universi po ju jep ditën e Enjte, ju çon drejt finalizimit të objektivave tuaja. Përsa i përket pastaj ditës së Premte, gjithçka që duhet të iki nga jeta juaj, duhet të iki. Gjithçka i ka ardhur afati i mbarimit, i shëmbjes së strukturave,
i shëmbjes së identitetit, nëse doni ta themi dhe kështu, ashtu dhe ka për të ndodhur. Pra çfarëdo logjie nuk ka një bazë të fortë në jetën tuaj, se ka pas kur, se ka qenë një bindje, se ka qenë një ide, se ka qenë një besim, se ka qenë një person, se ka qenë një situatë, një strukturë, mbaron këtu. Pse? Duhet të mbarojë. Në mënyrë që ndërtohet diçka e re, nuk ishte kur e juaja, nuk u bë kur siç duhet, nuk u ndërtua kur mbi themelet e forta, ndaj dhe nuk mund të vazhdoj prej këtej tutje. Për të gjithë juve që e keni provokuar apo po vazhdoni ta provokoni fatin tuaj, do përballeni dhe me pasojat. Duket sikur vetë po ja sillni vetes rënimin disa prej jush. Dhe unë thash, kujdes arrogancën. Dhe do t'ju them edhe diçka tjetër në lidhje me këtë letër, sepse fola në mënyrë psikologjike më tepër se çfarëdo gjë ka të bëjë me ngjarje, ndodhi, hynore, nëse do të themi dhe kështu, por kujdes me elektricitetin. Pra, në plan fizik personal, do ju thosha që kujdes në shtëpitë tuaja me priza, mos lini gjëra në prizë, mundoni të kontrolloni njëre, do të thënë gjithmonë mirë, para se ikni nga shtëpia se keni gjërat në rregull, një shkëndije vogël elektrike, zjari, gazi, gjëra të tilla mund të bëj hatan. Kujdes nëse punoni në ambiente të tilla, nëse puna juaj ju lidh me elektricitetin, ju lidh me zjarin, ju lidh me gjëra të tilla, bëni kujdes, ju lutem shumë. Uroj të mos e keni fatin e tillë që të pësoni dëme nga zjarre, për shembull, ose shkëndija elektrike që shkaktojnë zjarre përsëri. Dhe kujdes konfliktet në vija të përgjithshme ditën e premte. Mos u përfshini në konflikte, ju lutem shumë. Qëndroni larg tyre. Për sa i përket pastaj hënë martëm kur e inte premte, për sa i përket ditës së shtunë, hëna e re. Do të thënë këtu jemi afër dhe mua thash. Hënë të re kemi ne? Po sigurisht kur e kemi në datën 12, këtu thot një mund. Dhe e vërteta është që e kemi data 12 në shenjën e luanit, ju ndikon në marrëdhëniet tuaja në çift. Megjithatë, kjo është përsëritje situatash që nga 2020, aty nga pranvera 2026, që do i shikoni pastaj këto të përkthyera afër pranverës përsëri të 2027-s si situata. Por gjithçka duhet të mbaronte, ka nisur si proces përfundon, për të pasur juve fillimin e ri, konkret në jetën tuaj aty nga pranvera e 2027-s. Pra eklipsi do bëj punën e vet dhe ju nuk mundeni dot ta ndaloni, lëreni thjesht të ndodhi. Sjell fillime të reja dhe sjell fillime të reja shumë të bukura në jetën tuaj. Për sa i përket pastaj ditës së diel, këtu çdo gjë ja siguroni juve vetes tuaj. Do të thënë këtu jeni vetë ju dhe vetja juaj, çfarëdo gjë që doni ta bëni vetja dini për Zot vetes. Kështu që këtu kemi të bëjmë me realizim të një projekti, por që keni realizuar vetë. Kjo lidhet më tepër me nënat që janë beqare, do të thënë që rrisin vetë fëmijët e tyre, personave që janë të vetë krijuar në jetë, atyre që dhe në shtëpi ndoshta e zgjidhni një situatë vetë ose një problem e zgjidhni vetë, kështu që jeni ju ata të cilët i siguroni vetë jetesën dhe mbi jetesën vetes tuaj dhe fal kësaj gjëje ju pret dhe një shpërblim, do thosha, i madh, por që vetë kuptoni që jeni të aftë ja dilni vetë, dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Ju ashton vetestimin, domethënë, dhe vetbesimin. Kështu mbaron jam edhe për ju pra. Përshëndetje shenjë peshqve dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Mundoni, ju lutem shumë, të kapni mundësitë e këtij muaji, nuk do jenë të pakta. Mundoni të pranoni edhe çka duhet të iki, ta lini, psikologjikisht çfarë ju lëndon ta lini të shkoj. Kujdes gabimet që mund të kryeni gjatë këtij muaji, sepse do të jeni naiv, ose sepse do besoni edhe të tjerët, ose se do lejoni akoma individ të kërkojnë të ju manipulojnë. Kujdes, kuptoni që çfarëdo gjëje, do të thonë, papritur duhet të dalë nga jeta juaj, duhet të dalë nga jeta juaj. Kështu që për të gjitha këto e shumë të tjera me radhë, mundoni të më ndiqni në parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle, i keni jashtë mase të shpjeguara shumë mirë, domethënë. Dhe për të rezervuar takimin tuaj në privat, më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290. Për sa i përket tani ditës së sotme, kujdes, nuk e di, po sigurisht kujdes, po për kë? Kush? Juve më tepër të 10 ditësh të fundit.
të lindurit në ditët e fundit të 10 ditësh tuaj, bëni kujdes me çështje shëndeti, pune, mirëqenieje deri nga data 8. Do më bëni kujdes i këtij muaji me gjëra të tilla. Nuk po themi se janë gjëra të cilat do zgjasin gjatë, varet në fakt se si jeni sjell me veten tuaj. Unë them kujdesi është gjëja primare, kujdesi dhe parandalimi, do të thonë do të jesh në kohë për ta parandaluar diçka. Kjo vlen dhe për çështje pune, kjo vlen dhe për çështje shëndeti, kështu që kujdesu lutem shumë gjatë ditës së sotme. Nëse ka diçka që nuk shkon, nëse ka diçka që shqetëson, bëni një check-up, bëni një gjë. Diçka do dali, domethënë, po do dali kështu në mënyrë të papritur. Është një gjë që keni lënë pas dore prej shumë kohësh. Nuk ja keni vënë veshin dhe sot thjesht bap shpërthen dhe ju a jep sinjalin e fundit. Oh, kije kujdes këtë gjë sepse nuk është mirë dhe jepi drejtim. Për sa i përket pastaj ditës së martë, çfarëdo gjëje duhet të thuhet, çfarëdo gjëje duhet të merret vesh, drejtësia vjet në vend. Fjalët presin si shpat, ta kuptoni këtë gjë, dënohet gënjeshtra, kështu që bëni kujdes. Nuk di çfarë t'ju them më shumë se kaq. Fiton ditën e martë e vërteta, e drejta, karma vjet në vend. Dhe nëse jeni në procese ligjore gjyqësore, atëherë do fitojë ai që ka të drejtë. Në fund drejtësia vjet në vend. Pra, për çështje ligjore vlen kjo gjë dhe për çfarëdo gjë ka të bëjë me çdo që ju ka rënë juve më qafë. Drejtësia do vjet në vend. Fjalët presin si shpat dhe vendimet merren mbi dhe janë legjitime, janë të vërteta, janë të pastra. Kështu që, kështu dita e martë. Për sa i përket ditës së mërkur, kushdo që ka gabuar në pranga. Pra, përcaktohet që nga dita e martë. Nëse nuk keni gabuar, atëherë gjyqi del në favorin tuaj dhe ju shpëtoni. E njëjta gjë nëse dikush ju ka akuzuar në një marrëdhënie në çift, në një marrëdhënie pune, se keni vjedhur, se keni abuzuar me postin e punës, se keni tradhtuar, por në fakt kjo gjë nuk është e vërtetë, fakte do dalin, do shifet e vërteta dhe ju shpëtoni, do me thënë, bien akuzat për një qoftë se. Akuzat rëndojnë mbi ju, bëni gati të përballeni dhe me pasojat. Në rregull kështu. Për të gjithë ju e pastaj që jeni në situata toksike, në situata që ju mbajnë të kapur pas vetes, se është punë, se është familje, se është çdo gjë dështuar që është, keni nevojë të shpëtoni veten tuaj dhe mundoni ta bëni këtë gjë. Për momentin do të ndjeni të pa fuqishëm, por mundoni të kuptoni se fuqia ndodhet brenda vetes dhe rezultati shpërblen ose të thuash vendimet merren kur frikë më nuk ka. Kështu që mundon të vendosni për të ardhmen tuaj pa frikë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte këtu tani nuk e di, këtu dikush u mbet diçka, se është një person i dashur, por që erdhi momenti, ashtu i erdhi jeta, u largua nga jeta, u largua, se jemi në ndarje, ç'a ti bëjmë, kaq kishte për të ofruar, nuk kemi ç'a ti bëjmë. Më shumë se kaq ka të bëjmë me mbarime, me kriza, me fund sepse i erdhi fundi, ama duhet ta kuptoni këtë gjë. Kështu që ishte e shkruar, duhet të ndodhte. Nuk kemi çfarë ti bëjmë. Është e detyruar diçka e tillë të ndodhi që do mund të vazhdojmë ndryshe përpara. Mund të jetë çfarëdo gjë, po them, mos qëndroni vetëm tek personi që vdes, që sigurisht që ndodh edhe kjo gjë. Por ka të bëjë me çfarëdo gjëje mbaron jetën tuaj sepse duhet të mbaroj. Duhet të mbaroj. Është ndarje, duhet. Kuptojeni, është pushim nga puna, duhet. Do gjeni më mirë, po zakonisht kur kemi një letër të tillë dhe kur jemi në momente të tilla siç ndodhemi aktualisht në këtë muaj gusht, dhe kur nuk them duhet të iki sepse do të vi diçka tjetër më e mirë, kështu do ndodhi. Ikën diçka, por diçka tjetër do vi njëkohësisht. Për shembull, rastësisht në momentin që dikush vdes në familje, por në të njëjtën kohë lind një fëmijë. Pra do pasohet nga një jetë e re. Në punë. Pushosh nga një vend pune ose nuk e di mbyllet ai vendi punës ose thjesht ndodh, ikën mbaron, gjen një punë tjetër, të bëhet një ofertë tjetër, një propozit tjetër direkt pothuajse. E njëjta gjë me një marrëdhënie që ishte dështuar. E kuptoni? E njëjta gjë me një familje, që ta kuptoni. Një fëmijë që nuk e gjen veten në familjen aktuale ku ndodhet. Një fëmijë ama që ka njohur një person dhe i ofron një familje tjetër. Pra, kur mbase ndoshta nuk është ndjer pjesë
e asaj familje në të cilën ka lindur, por gjeni një familje tjetër gjatë rrugës. Do të thënë, duhet i kuptoni kështu gjërat, janë të bukura njerëz. Jo çdo fund është i keq. Çdo fund e ka një fillim. Kjo është e dure për të thënë. Në martë mërkur e inte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte shijoni çfarë realizimin, përmbushjen dhe çfarë do gjë nis tani, besomuni finalizohet pas 3 muajsh, se është një fëmijë, se është një projekt, se është një jetë e re që po nis tani, ka të bëjë më tepër me shtatzani dhe ju që jeni në pritje të ëmbël pas 3 muajsh që shikoni këtë gjë, juve që po përpiqeni ndoshta ja dini pas 3 muajve të jeni nëna, 3 me 6 muaj, diçka e tillë do të thënë, dhe njëta gjë edhe për projekte të rëndësishme. Një e hënë e martë, e mërkur, e inte, do të thënë, ta lidh me atë që thash përpara, ta zëm se jeni shtatzëna dhe mos o zot, po që edhe, do të thënë, duhet ta kuptoni se çfarë po ju them. Keni abortuar, e keni humbur fëmijën tuaj. Mos u mërzisni, brenda 3 me 6 muajsh të tjerë, kjo gjë është prapë e mundur. Dhe ju ja dini qëllimit tuaj. E njëjta gjë me një projekt që nuk u realizua. E kuptoni tani se çfarë do të them. Pra kjo është e vërteta. E hënë e martë, e mërkur, e inte, e premte, tham. Përsa i përket të shtunës, e shtuna është dita e të qenit humane, të përcjellur të informacionit, të qenit filozof, të një filozofie shumë të lartë, të orientuarit të masave. Do me thënë, këtu, si të thuash, jeni aty për të gjithë, ju jeni humanitar, nuk besoj se ka më shumë se ju, qëndroni afër personave që kanë nevojë për ju, sepse do shpërbleni për këtë gjë, vetëm jo me naivitet të tepruar, lutem shumë. Brenda etikës, brenda normave, brenda asaj që duhet. Dhe në përgjithësi, si të thuash, ndihmoni dhe ndihmoheni gjatë ditës së shtunë, kështu që jepni dhe merrni dashuri. Përsa i përket dhe mbështetje, përsa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel kërkon insistim, kërkon disiplinë, kërkon fuqi fizike dhe mendore për të përballuar me ato që duhet të përballoheni, por në përgjithësi le të themi që nëse jeni të disiplinuar, nëse se jeni të fokusuar tek objektiva që doni të arrini, avash me metodizëm dhe disiplinë, keni për t'ja dalë. Por avash jeni duke u përmirësuar, avash jeni duke i kuptuar gabimet tuaja, avash jeni duke rindërtuar strukturën tuaj dhe të jashtme dhe të brendshme. Kështu që po ristrukturohet jeta juaj, trupi juaj, mendja juaj, gjithçka. Thjesht vazhdoni kështu si e keni nisur. Në fund do arrini rezultate shumë të kënaqshme dhe shumë stabilitet.